Ja. Shalom, shalom që të gjithëve, Olges Pahizeri, Mesias, si pjesë të studimit tonë lavdiatit do vazhdojmë të prekim librin e Mateut, kapitullin 25, mund të inkurajoj të shikosh mësimet e tjera që kemi në kanalin tonë YouTube, Zeri Mesias, sepse, si që di, ka një agenda, ka një plan i ligu dhe ka filluar duke hequr videot live me Facebooku pas një kohë të saktuar. Tani, me sa kam parë, do qëndroj në live çdo gjë që mund të dalë një person, qëndron për 30 ditë, masandaj Facebooku automatikisht e fshin atë video. Kanë dhe në arsyeën e tyre sepse nuk kanë loja vend për ta ruajtur. Kjo nuk është as pak e vërtetë, por inkurajoj sepse çdo video që do bëhet live në këtë rast do kalohet dhe unë do i kaloj nga krau tjetër në YouTube derisa të kemi akses dhe ande. Gjithsesi ati drejton për çdo gjë për lavdit të tija, për çfarë do gjë që ai dëshiron të bëjë, lavdiatin këto orë të fundit, për lavdit të tija. Një sekondë të më falni, thjesht diçka të vogël. Halleluja. Atëre, pa humbur kohë, le të kalojmë tek libri i Mateut, që është emri i tij vërtet Mateu, që është kthyer masandaj nga të përkthyesit e atëhershëm. Do flasim për të kapitull e shimbushur, për lavdit të atit, le të fillojmë pa humbur kohë, thjesht për të shikuar a përfshihet në ekran. Okej, jemi në ekran. Lavdiatit, vargu i parë, atëherë mbretëria e qejve do t'ju ngjajë 10 virgjëreshave, të cilat i morën llambat e tyre dhe i dolën përpara dhëndrit. Tani 5 nga ato ishin të mençura dhe 5 budallaqka. Budallaqkat, kur morën llambën e tyre, nuk morën me vete vaj, kurse të mençurat bashkë me llampat morën edhe vajin me enët e tyre. Tani, duke qenë se dhëndri po vononte, dremitën të gjitha dhe i zuri gjumi. Aty nga mesnata u dëgjua një britmë, ja po vjen dhëndri, i dilni përpara. Atëherë të gjitha ato virgjëreshat u zgjuan dhe përgatitën llambat e tyre. Dhe budallaqkat i thanë të mençarve: na jipni nga vaji juaj, sepse llambat tona po na fiken. Lavdiatit, do ta marrim në konsideratë çdo pikë të këtij kapitulli, shpresoj të ketë një pjesë të dytë, sepse si kapitull është pak i gjatë, derisa të mbarojmë komplet librin e tërë. Çfarë libri Mateut flet? Libri Mateut flet për të qenë pjesë e mbretërisë së qejve, ajo mbretëri që kanë folur dhe shkrimi siç na deklaron dhe mbështet lavdiatit, mbretëria e qejve që do zbresi në tokë duke filluar me 1 vjeçarin mbas mundimit të madh, mbas 3.5 vjeçarit, shtrëngimi i madh që mund të quhet ndoshta nga disa. Lavdiatit mbas saj kemi zemërimin e atit, që do derdhet mbi tokën, mbi ata që nuk kanë pranuar Mesian dhe nuk ecin të denjë përpara atij. Masandaj do kemi shfaqjen e mbretit të lavdisë, fillimin e 1000 vjeçarit, Mesia qëndron dhe është mbret mbi tokë, ka goditur mbretit e dheut, i kanë nënshtruar pikërisht Psalmin 110, vargu 1 dhe 2, që ati thotë, uli thotë birit, Mesias Jeshua ulën të djathtën time derisa të kem vendosur armiqtë e tu nën këmbën tënde, dhe atë po bën në këtë moment dhe do ta kryej nga ana fizike kur ai të shfaqet. Lavdiatit mbas mundimit të madh, mbas zemërimit të atit. Mbas zemërimit të atit kemi akoma kombe që kanë mbetur, që do dhe gjithashtu krerët e tokës që do përballen në luftën e Armagedon me Mesian. Ai do t'i shkatërrojë, në këtë rast do t'i nënshtrojë ndaj vetes së tij, dhe kemi zbritjen e qytetit
të ri, Jeruzalemi të ri, në tokën e premtuar, që nga lumi i Eufratit deri në lumin Nili, vendoset kompletë ajo Xhevairi atë që flet në Zbulesa 21, lavdiatit të librin e Jeshaja, gjithashtu në Isaia flet hapurazi së bashku me Ezekielin dhe Zekaria në të njëjtën kohë për dinamika dhe detajet që masandaj në Zbulesa 21, qyteti i ri ka përmasat e 2300 km2, është prej me Xhevairë, prej arit të kulluar dhe gjithë detajet që na jep në Zbulesa 21, që secili prej atyre që thrasin emrin e Mesias të jenë pjesë e mbretërisë së qejve. Dhe aktualisht unë inkurajoj secilin prej nesh, sepse mund të deklarojmë që unë besova apo besoj, nuk na bën automatikisht pjesë e mbretërisë së qejve në atë ditë që po vjen. Shpërblimi që neve marrim jetën e përjetshme, ne duhet të dëshmojmë ecën tonë duke besuar tek Mesia Jeshua, duke besuar tek ati që na ka dhënë rrugën e shpëtimit, e vendosi kryeprift të mbi të gjithë gjithçka që ai kishte ati, dhe masandaj duke ecur në udhërimet e tij, siç flet Zbulesa 12, 14, 21, 22, hapurazi në shkrimin. Mbretëria e qejve do t'u ngjajë 10 virgjëreshat. Pikë së pari, virgjëreshat, cilat janë, le të shikojmë shkrimin. Virgjëreshat. Në virgjëreshat, shkrimi thotë, dhe siç e mund ta shikoni në ekran, besimtarët në kishën e Korintasve, kur apostulli Shaul Pali në këtë rast po adreson çfarë kishin bërë, kishin dalë nga një kulturë që ishte imoraliteti perverse, dhe nga interpretimi që shkrimi na jep, kemi në të parën e Korintasve, 10, shkojmë në ekran, një moment, po në parën e Korintasve 10, lavdiatit, shkrimi thotë, apostulli Shaul Pali adreson kishën në Korintas, thotë, jam xhelos me ju, me xhelozinë e Elohim, sepse ju fejova me një burë që t'u nxjerr përpara Mesias si virgjëreshë të lirë. Menjëherë përmendet koncepti i virgjëreshës, në këtë rast që tu kemi të bëjmë me besimtarët. Do thotë që virgjëreshat ishin, 10 virgjëreshat ishin besimtare. I njëjti koncept po të shikojmë që aplikohet në Zbulesa 14, kemi të 144.000 që u vulosën dhe shpenguar nga toka në vargun 4, ata ishin në këtë rast nuk ishin të ndotura me femra dhe në fakt ishin çfarë, në fakt janë të virgjër lavdiatit. Dhe menjëherë shikojmë konceptin e dytë që besimtarët këtu kemi të njëjtën aspekt si nga ana frymërore, si nga ana në këtë rast dhe ajo truprore, kemi besimtarët që adresohen me të njëjtën koncept lavdiatit. Tani, pak më përpara, pamë në vargu 1 që këto 10 virgjëreshat çfarë bënë, të cilat çfarë morën llambat e tyre. Dhe menjëherë shikojmë fjalën llambat cilat janë, cilat në çfarë kuptimi na jep shkrimi, si mund ta interpretojmë, cilat në këtë rast çfarë është llamba. Dhe siç kam shkruar në këtë rast, kemi këtë 5-6 në fakt, 6 fjalët kritike që na bëjnë të mundur interpretimin e kapitullit 25 për vargjet përkatëse. Le të shikojmë llambat. Pamë virgjëresha që ishin besimtare, lavdiatit, dhe le të shkojmë menjëherë tek llambat. Më falni, ja sa të shkojmë tek llambat. Atëherë, mbretëria e qejve do t'u ngjajë 10 virgjëreshave që të cilat çfarë morën llambat e tyre. Llambat e tyre dhe i dolën përpara dhëndrit. Në fjalë të urta 6:23, shkrimi thotë, sepse urdhërimi çfarë është një llambë. Urdhërimi
në këtë rast urdhrimet e Atit në 5 librat e parë të Biblës, urdhrimet që Ati ka vendosur për jetën tonë, për instruksionet, për jetën e drejtësi, udha që Ati përcakton dhe të pëlqejmë zemrës së Tia, shkrimi përcakton që urdhërimi në këtë rast është një llambë. Ligj një dritë, lavdi i Atit, ligj që është kushtetuta, instruksionet e Atit, dhe ndrejqet e disiplinës janë rruga e jetës. Lavdi i Atit ndreqemi nëpërmjet urdhrimeve, nëpërmjet ligjit të Atit, kemi dritë dhe masandaj gëzojmë rrugën e mirë, rrugën e jetës. Lavdi i Atit. Po të shikojmë në këtë rast për fjalën, sepse në Biblën tënde kemi mësimi që në këtë rast realisht instruksionet e Atit është një dritë, por realisht shkrimi duhet ishte në përkthim ligji, Tora, që ka të bëjë me kryesisht në 5 librat e parë të Biblës, dhe po të shikosh në ekranin tënd në këtë rast përkthimet, amplifikimi i klasik dhe të gjitha përkthimet që do të shikosh, kemi të bëjmë me fjalën lo. Lo do thotë ligji, ligji është një dritë dhe Tora gjithashtu në Bibla hebraike si e përcakton ligjin si Tora, dhe shiko sa në këtë rast të përkthime, pra për King James, versioni King James e përcakton the law is light, në më thënë ligji është një dritë, dhe çdo përkthim tjetër të njëjtit aspekt që duhet ishte në shkrimin tënd. Për sa i përket të fjalë të urtave 6:23, urdhërimi është një llambë me pak fjalë. Çdo urdhërim që neve kemi është llambë në këmbën tonë, apo jo? Se po të vazhdojmë në Psalmin 119, kemi fjalën që është ligji i Atit, konteksti në Psalmin 119 është një llambë në këmbën tonë. Është gjithashtu ai ligj, urdhrimet e Atit janë çfarë? Një dritë në shtegun tonë. Të njëjtën gjë, fjalët e urta po na interpretojnë shkrimin. Lavdi i Atit. Atë që thash pak më përpara, fjala jote, thotë Davidi, mbreti Davidi, është një llambë në këmbën time. Është një llambë sepse kemi nevojë për atë llambën, duhet të dimë ku të shkelim, duhet të dimë ku të ecim. Dhe gjithashtu urdhrimet, ligji i tij që është në Psalmin 119, lavdi i Atit është një dritë. Është një dritë në jetën tonë, duhet të jetë një dritë në shtegun tonë, sepse kur nuk ke dritë, masandaj errësira mbulon një territor, mbulon një asamble, mbulon një familje, dhe normal që mund të ketë kontradikta, sepse a i shërbejmë të njëjtët Elohim, a nuk kemi të njëjtin atë, thotë në Malakia 2, përse duhet të ecim në paudhësi. Paudhësia çfarë është? Shkelja e ligjit e vazhdueshme. Dhe gjithsesi shkrimi përcakton disa aspekte që masandaj do t'i prekim për interpretimin e duhur të Mateut, lavdi i Atit. Atëre çfarë pamë? Pamë që kishim virgjëreshat, morën llambat e tyre, në këtë rast besimtarët, çfarë? Që kishin urdhrimet e Atit, i dolën përpara dhe ëndrrit. Dhe unë nuk shikoj realisht diçka në këtë rast në shkrimin që mund të përcaktonte diçka që ne nuk duhet të kemi urdhrimet e Atit, siç sot dëgjojmë apo praktikohen gjëra të tilla. Ato çështje i adreson shumë hapur Mateu 7, çfarë Mesia tha, dhe do të shikojmë në të njëjtën kapitull, po pikërisht dhe më vonë çfarë thotë mbreti i lavdisë. Menjëherë kemi ndarje në vargun 2, tani 5 nga ato virgjëreshat ishin çfarë? Të urta, të mençura. Të mençura dhe 5 ishin budallaçka. Tani le të shikojmë fjalën e të mençura, si e përcakton çfarë thotë shkrimi për virgjëreshat që në këtë rast besimtarët që ishin të mençura, të urta, siç ti e shikon në ekranin tënd. Urtësia në kuptimin biblik, çfarë është? Urtësia është aplikimi i shkrimit
në njohurinë që ti dhe unë kemi marrë dhe kemi kuptuar, sepse diçka që ti ke kuptuar mund të aplikosh në jetën tënde. Vetë në mos gaboj në fjalë të urta 26 mos gaboj shkrimi flet që në qoftë se ajo spata nuk mprihet, atëre ushtrohet forcë më tepër, por urtësia është e dobishme për drejtim. Në qoftë se një person e mprih atë spatën, do ushtrojë në këtë rast të forcë më pak, sepse ka përdorur urtësinë, e ka vënë në funksion, e ka vënë në aplikim, duke mprerë atë spatën. Dhe jep masandaj rezultate, sepse e drejtoi në këtë rast ajo urtësi në situatën që kishte. Pikërisht shkrimi na jep vargje, na jep kapitujt, na jep librat që nga Zanafilla deri në Zbulesa Lavdiatit, që ne të kemi fillimisht të marrim njohurinë, masandaj të aplikojmë duke kuptuar shkrimin. Duke kuptuar, ti nuk mund të aplikosh diçka që nuk e ke kuptuar. Dhe prandaj pikërisht apostulli Kefa Pjetri thotë që kur apostulli Shaul Pali flet diçka, thotë të paqëndrueshmit, të pamësuarit i shtrembërojnë ato shkrime për humbjen e tyre. Përse flet në atë mënyrë? Sepse diçka që neve nuk e kuptojmë, masandaj aventurohemi në situata, në interpretime të gabuara që shkrimi nuk ka thënë, dhe për të folur një diçka që deklarohet sot, dhe do ta shikojmë që urdhrimet e Atit nuk janë pjesë për një besimtar, kjo është vërtet shqetësuese, sepse kur nuk ke udhërimet, në këtë rast nuk ke llambën, po s'pate llambën nuk ke dritë, po s'pate llambën në këtë rast me çfarë do ecësh. Do ta flasim asandaj vaj çfarë i përcakton vajin, sepse të 10, si shikojmë dhe pamë pak më përpara, të 10 virgjëreshat çfarë morën llambat e tyre. Morën llambat e tyre. Por çështja qëndron, kush mund të marrë sot në këtë rast urdhrime që përcaktuam që urdhrimi është një llambë. Kush mund të ketë urdhrimet e Atit? Dhe si mund të themi diçka të tillë kur neve kemi anulluar urdhrimet e Atit dhe themi se po e ndjekim, themi sepse kemi e njohë, e para Gjoni 2:4 flet diçka shumë hapur, diçka shumë të qartë, dhe unë të inkurajoj në këtë moment hape në para Gjoni 2:4 dhe fillon në vargu 3 në një njëjtë kontekst, dhe në këtë rast të lutem që Ati të flasi për sa i përket njohjes, për sa i përket urdhrimeve, për sa i përket të vërtetës, në qoftë se neve po ecim në këtë rast. Të mençura, të urtat. Ai që lexon, dëgjon shkrimin dhe i bindet, e zbaton, e praktikon, është stil jetese, vepritet, urdhrimet, festat e Atit, lavdiatit, në jetën e tij. Nuk influencohet nga gjëra që dëgjon apo situatën që ka përreth, dhe më lejohet të flas diçka. Situata që ti dhe unë kemi në këtë rast në familjen tonë, shumë herë neve i anashkalojmë në këtë rast atë përballjen, anashkalojmë atë kyçin e situatës që ndodhet në ambientin tonë, në familjen tonë, dhe masandaj bien pre e gënjeshtrës, duke lënë me njanë urdhrimet e Atit dhe duke kërkuar gjëra dhe duke u aventuruar në këtë rast në gjëra që nuk janë biblike, në shkeljen e urdhrimeve, dhe them masandaj se unë po e njoh, them unë besoj, besojnë, demonët besojnë, dhe dridhen përpara Atit, por zbatojnë urdhrat e Tij, zbatojnë urdhrimet e Tij. Zemërurti, thot shkrimi, është të shkruar, siç Mesia tha, është të shkruar që çfarë? Zemërurti i pranon urdhërimet. Ja ku kemi 5 virgjëresha që ishin të urta, të mençura, ato çfarë pranonin urdhrimet e Atit. Por ana tjetër kemi fjallamanin budalla, do të rrëzohet. Përse? Sepse kur urdhrimet paraqiten në jetën tonë, dhe shumë prej jush në këtë rast
ndoshta nuk i ke dëgjuar, festat e vërteta të Atit, urdhrimet e tija që janë të përcaktuara në 5 librat e parë kryesisht, pasandaj kemi në fjalë të urta apo kemi në, sepse po flasim, instruksionet dhe atë dishipullizimin e vërtetë që shkrimi flet ndaj Mesias, që ai vetë praktikoi urdhrimet e Atit, në Gjoni 15 na la shembull, na la udhën, por sot në këtë rast neve kemi ndjekur udhën e dikujt tjetër. Është një Mesia tjetër, një Mesia që në këtë rast e ka anulluar, dëgjojmë, ka anulluar dhe tash ne nuk duhet, sepse ato janë një brengë, që kanë një zgjedhë, të gjitha këto interpretime të gabuara, sepse në këtë rast shkrimi flet shumë hapurs që mendja miqësore nuk do t'i nënshtrojë ligjit, urdhrimeve, festave të Atit, në atë ligjin që janë pjesë. Dhe të dëgjosh dike që në kapitullin 8 të Romakëve 8 nuk shikoj festat e Atit. Fjala ligji do thotë, ja po e shënojmë për ndoshta kemi atë vizualimin apo në këtë rast shikimin na ndihmon në ligjin e Atit çfarë janë festat e tija, janë urdhërimet, dhe kemi instruksionet në këtë rast që janë lavdi Atit për të mirën tonë. Ati dëshiron në këtë rast të konfirmojë. Në Levitiku 26 flet për konfirmimin e beslidhjes që i kishte dhënë në etërve tanë Abrahamit, Isakut dhe Jakovit. Dëshiron të na bëjë të mirën, dëshiron të konfirmojë fjalën e tij, është një atë që është besnik dhe pret që populli i tij të nderojë emrin e tij duke zbatuar lavdiatit, urdhrimet, festat e tij që në këtë rast janë të veçuara, janë të shenjta, janë të mira, janë të drejta. Dhe kur dëgjoj dikush në këtë rast që Ati nuk qenë ka në këtë rasti pa, nuk është interesuar që neve duhet të mbajmë disa data, por është interesuar që neve të predikojmë lajmin e mirë, sepse bota po vjen në këtë rast në shkatërim. Komplet në këtë rast një shtrembërim të mënyrës dhe afrimit ndaj mbretërisë së Atit. Atin fillimisht është interesuar që ti të dishipullizohesh në shkrimin, të mësosh prej fjalës. Prandaj në Mateu 5:19 thotë që ti në këtë rast duke marrë urdhrimet e tija, datat e tija të caktuara, që ka vendosur të shenjta, të veçuara, dhe nuk na pyeti as ty as mua në kohën që ai vendosi, pikërisht në Zanafilla 1:14 të flet për kohët e caktuara, për ato shenjat që janë shenjat e përjetshme për popullin e tij. Dhe masandaj ne flasim gjëra të tilla pa e njohur Atin, Elohim që ka krijuar qiellin e tokës, dhe tani njeriu vendos datat e tija, mënyrat e tija, kur si do ta praktikojmë, dhe në këtë rast sipas dikujt prioriteti tani, sepse këto mendime në këtë rast teologjie dalin nga dikush që është mësuar prej dikujt. Prandaj kemi plot në këtë rast të shoqëruar shkolla që kanë anulluar festat, urdhrimet e Atit. Në këtë rast edhe ne po predikojmë dhe në këtë rast duhet të ungjillizojmë ndër breza. Për çfarë do vesh të ungjillizosh në këtë rast atë të jashmin që nuk ka ditur akoma për shpëtimin e tij? Që tani në këtë rast ti duhet të vish përse, sepse si sto shkrimi ka shkelur ligjin, urdhrimet e Atit. Në këtë rast kur kemi 10 urdhrimet, nga një anë themi neve që ato 10 urdhrimet ne na duhen, por neve ja anullojmë. Pastaj vëmë atë kategorizimin, kemi disa urdhrime që këto ishin rituale, këto ishin masandaj morale, këto ishin në këtë rast çdo ndarje që njeriu bën dhe çdo ndarje miqësore në këtë rast ka ardhur prej të ligut dhe nuk vjen prej Atit. Ati ka urdhrimet e tija, instruksionet, festat e tjera që janë të shkruara në Romakëve
hapërsi, ligji i është miri drejt i shenjtë, Romakëve 7:12, dhe të thuash që unë tani duhet të ungjillizoj dhe Ati nuk qenë ka interesuar në mbajtjen e sabatit të tij, që është një shenjë për popullin e tij, nuk qenë ka interesuar në festat e tjera të mira, të drejta, të shenjta, që dëshiron të takohet me popullin e tij, duke qenë që në festat e tij ka manifestuar dorën e tij me engjëll në këtë rast që kanë zbritur për ngjarje të fuqishme, në këtë rast mbi natyrore, që shikojmë në Eksodin 19, kur kemi dhenjen e ligjit për popullin e tij, beslidhjen dhe martesën që krijovi në ditën e rëshajave, në ditën e Pentakostit, në kur erdhi ligji. Masandaj kemi ardhin e frymës së shenjtë për të fuqizuar dishepujt që estin në urdhrime në festat e Atit, duke mbajtur sabatin, duke qenë në këtë rast të devotshëm dhe duke ecur në urdhrimet e Atit, duke predikuar në këtë rast fillimisht Izraelit dhe kombeve. Dhe sot neve nuk kemi të interesuar për të shikuar datat që shkrimi dhe kalendari biblik që fillon në këtë rast që në Zanafilla 1:14, fillon me ditën e 4 të krijimit, kur vuri në funksion në këtë rast diellin, hënën dhe yjet për të përcaktuar kalendarin e tij. Dhe sipas një mendje mishore sot Ati nuk ka interesuar për datat e tij. Gjithmonë kur ka folur për festat e tij që në Eksodin 12, që po afrohet Pashka në datën 8 prit, Laudiati thotë që ky është muaj mirësishëm për ty. Dhe thotë në ditën e 14 të këtij muaji, thotë parë biblik, që thotë në Eksodin 12, thotë ti do ta shikosh me kujdes. Përse tha në ditën e 14? Atëherë më nuk ishte interesuar Ati për festa, për datat të caktuara sipas dikujt. Dhe gjithmonë thotë për mbasën të rast, mbasë të shtunës së parë, thotë në atë javën e Pashkës, kemi ditën e parë, ditën e 7 të festës së Bukës Pamaja, thotë, masandaj do numëroni 7 sabate, thotë, 49 ditë dhe në ditën e 50 është Pentakosti. Dita e rëshajave. Përse flet Ati me numra? Përse flet Ati me ditë që neve çfarë duhet të llogaritim festat e tij në bazë të kalendarit? Por kur kemi një mashtrim sot që kemi marrë datat, festat nga sekti i katolike ortodoksëve mbas Këshillit të Nicesë, që anulluan festat e Atit me prova, me evidenca që ke sot në internet, dhe mjafton të shikosh çfarë ndodhi në vitet 300, çfarë u implementua dhe i kanë dhënë sot dekës të tyre protestante, dhe mendojmë sot që në këtë rast duke ecur në urdhrimet e Papa Gregorit të 13 që krijovi kalendarin e tij, unë kam në këtë rast Zotin e vërtetë. Pikërisht është ai që ka krijuar dikush në mendjen e tij, që Bibla nuk ka folur, dhe shkrimi në këtë rast që është i veçuar, i pastër, i rafinuar në furnajën e Atit, nuk ka folur për mendimet dhe predikimet mishore në këtë rast që shikojmë sot. Dhe të thuash që Mesia në këtë rast anulloi çdo gjë, kjo është një heresi e hapur. Kur kemi apostull të devotshëm ndaj urdhrimeve, festave, apostulli Shaul flet hapursi që ne Veprat 15 dhe do ta shikojmë, sepse nuk e marrim vargu më poshtë ku po miqësonte asambleja jo hebrejtë që kishin ardhur në besim, por ne duam vetëm ato 4 gjëra, sepse ato 4 gjëra, ku ishin shkruar ato 4 gjëra fillimisht? Ishte shkruar në ligjin për 17, Levitiku 11, 17 gjithashtu, në Eksodi flet për gjërat në këtë rast që ne të veçohemi, të ndahemi, dhe gjërat e mbytura në këtë rast nga gjaku, apo të gjërat që nuk duhet të ngrenë në gjaku dhe gjërat e papastra, të gjitha anën djetore që flet në atë ligjin e përsosur, këto gjëra nuk i marrin parasysh, dhe në këtë rast vetë se gjejmë arsye sot. Vetëm gjejmë arsye që si në këtë rast që të anullojmë urdhrimet, festat e Atit, dhe po mendojmë sepse po adhurojmë. Dhe kur adresua dikush në këtë rast në Tiranë për çështjet frymërore, por njeriu natyror nuk i kupton gjërat frymërore. Përse po praktikojmë festën e paganëve, në këtë rast me data
të tilla të Papa Gregorit që krijovi kalendarin e tij në 1600-ën. Apo jo, unë nuk po praktikoj payment, por gjithsesi unë e vej dhe adhuroj dhe në këtë rast e zbukuroj. Po çfarë thotë ligji për të rirë 16:21-22 që nuk do të ndërtosh një payment në altarin e tij sepse në këtë rast është një gjë që ati e urren. Apo çfarë thot ati nuk merret parasysh sepse unë kam kryer mënyrën, më duket e drejtë mua. Dita nisi të ecë. Unë e kam krijuar rrugën time. Mjafton të përmend që unë besoj. Po ta përmend me gojën time, unë jam në rregull. Mjafton që unë të them që po e njoh, është po e ringjallur, po u ringjall në ditën e tretë. Prandaj se çfarë praktikoj, nuk ka rëndësi sot. Ke çdo paudhësi që hyn e del në Shqipëri dhe praktikojnë gjëra të çoroditura dhe me ata që janë brenda dhe masandaj mendojnë se e njohin, duke i njojtur furtet e tyre, për të thënë që Mesia anulloi urdhrimet, ligjin e Atit. Ti në këtë rast që po mendon atë mënyrë, po e bën që Mesia ishte profeti Rem atëre, sepse ligji për të rirë 17 përcakton urdhrimet në këtë rast që duhet të mbajten nga profetët e vërtetë të Atit. Dhe tëra struktura që ati ka vendosur, si me profetët e parë, që vetë Mojsiu deklarovi për ardhjen e Mesias, dëgjoni tha, do dalë një profet midis jush. Dhe në këtë rast Mesias sipas te erdhi për të anulluar urdhrimet dhe festat e Atit, që ai praktikoi për 33 vjet, i mësoi apostujve të tij, domethënë ti dole më i mirë. Ti ke zgjedhur data, normal që ke zgjedhur se ti ka dhënë pisha Romës. Ti ka dhënë Papa në këtë rast dhe vazhdon të implementosh vezët, payment në këtë rast, merrin çika të bukur me maja dhe çik lengun e pjeshkës të rushit dhe çfarë do gjëje që fluturon sot. Dhe po mendojmë se kjo asambleje e nje, dhe kur dalim të deklarojmë urdhrimet, festat e tija që janë ecja për drejtësi, të pëlqejmë dhe nderojmë emrin që e të veçuar të Atit, dikush masandaj shqetësohet. Sepse tuan kudulisjet. Kur vjen fjala e vërtetë, kudulisjet largohen. Dhe masandaj ke manifestimin e demonëve që ngrihet në mendje mishore. Unë po, ja kam këtu Luterin që po shikoja. Luteri që deklarovi në librin e tij në 1500 që të digjen sinagogat e judenjve, përse kjo urrejtje? Sepse ishin dishepujt që në këtë rast u ngritën dhe ishin të mësuar nga etrit e tyre, që nga marsionet, gjithë njerëzit që anulluan festat, urdhrimet e Atit dhe duke implementuar në këtë rast të majan e ligësisë mbi asamblenë atërshme. Dhe sot vazhdojnë të implementojnë dhe mbajnë librat e tyre, përmbi Biblën, përmbi festat e Atit, që ti ke hyrë në beslidhje, pretendohet që ke hyrë në beslidhje në gjakun e tij, në beslidhjen e re. Beslidhja e re që përcakton që ti do të ecësh në urdhrimet e Atit, duke ecur në festat e tija, për të hyrë në këtë rast në portat e lavdisë, Zbulesa 22 ka thënë hapurazi. Ne akoma jemi në vargu i parë. I Mateu 25. Zemërurti i pranon urdhrimet. Por fjalamani budalla çfarë do ndodhi? Shtëpia rrëzohet, a nuk foli Mesia për shtëpinë që ndërtohet në shkemb? Sepse çfarë? Ishte dëgjues, zbatonte fjalën. Dhe të thuash gjëra të tilla, domethënë, kur kemi një urtësi dhe mençurinë e shkrimit që implementoheshin nga apostujt, duke ndërtuar mbi themelet e tyre, sot kemi ndërtime të tjera. Çfarë është mëkati në radhë të parë? Mëkati, sipas shkrimit, fillon në Levitiku 4:2 dhe masandaj në këtë rast thuhet në para Gjonit 3:4. Mëkati është shkelja e urdhrimeve e ligjit të Atit. Që në këtë rast, nëse ti je urtë, ti do të dish çfarë janë ato urdhrimet që Ati po kërkon për jetën tënde. Dhe në këtë rast, duke ditur ligjin, urdhrimet dhe festat që janë brenda, prandaj shkruajta këtu pak më përpara, atëherë ti duke ditur cilat janë, kështu nuk do mëkatosh. Përse i jepeshin 4 gjërat e para të nevojshme në këtë rast në Këshillin e Jeruzalemit? Sepse ishin në idhujtarinë e tyre. Vazhdoni të praktikonin gjërat pagane dhe kur vjen
në këtë rast Jakovi që shkruan do të ngulmojmë në ligjin e përsosur, në këtë rast na dhen atë lirinë, sepse mëkati të futet në sklavri, dhe kjo në këtë rast nuk është për disa për ju ndoshta që po më shikoni, që keni ndoshta një zemër të vërtetë dhe dëshironi të njihni për urdhërimeve të Atit. Dije vëlla motër që mëkati është shkelja e ligjit të urdhërimeve të Atit. Normal që ty dhe mua na janë thënë në karizmatikën apo në çdo lloj denominacioni, po baptist apo reformist apo ku ta di unë. Na kanë futur në gënjeshtër në vallën e tyre. Pa thënë që vallet ne mos andaj shikojmë në përkisha sot. Me muzikë botërore, me muzikë me joshëse mishore. Urdhërimet e Atit na janë dhënë që ti dhe unë të nderojmë gjakun e bestidhjes me të cilën Ati në këtë rast na veçoi, në momentin që ti dhe unë penduam nga ato shkeljet e ligjit që mos i bëjmë në këtë rast mbasi besuam tek Mesia. Kur mëkati është shkelja atyre urdhërimeve që na çuan përpara në këtë rast, na çuan përpara në gjykim, nëse nuk do pendoheshim, përse tani që neve kemi besuar, nuk do t'i praktikojmë me? Atëre, si pas dikujt, në këra do të marrim emrin e Atit kohë, do të blasfemojmë. Është shkruajtur në dhjata e re, në bestidhja e re, që në këtë rast ne nuk duhet të blasfemojmë emrin e Atit. Nëse ti e gjen në dhjatën e re, në këtë rast dërgoj një mesazh. Sepse nuk është shkruajtur gjë të tilla, sepse ishin thënë më përpara, ishin shkruar në këtë rast. Janë 10 urdhërime në këtë rast në Eksodin 20. Dhe çdo aspekt që Ati përcakton të karakterit, drejtësisë së Tij, që na thotë mos andaj ne Efesianët 5:1, që ti jemi imitues të Atit Elohim. Si je imitues i Atit? Je imitues i sjelljes së Tij së përsosur, ku në sipas ligjit të Tij të përsosur. A nuk tha vetë Mesia jeni të përsosur siç unë jam në këtë rast? Siç Ati ju e thotë është i përsosur në të njëjtën kohë. Kurse neve kemi gjetur mënyrën e përsosshmërisë tjetër sot. E pastaj themi që shikoj festat nuk janë shkruar në kapitullin 8, flet për ligjin që mendja mishore nuk i nënshtrohet të ligjit që thamë në këtë rast, ligjit që janë festat, urdhërimet, instruksionet, është kushtetuta në këtë rast e Atit. Për ecjen tonë, për të mirën tonë, lavdjati që Ati na bekoi në rrugën tonë. Paqe të madhe kanë ata që duan ligjin e Tij, dhe asnjë gjë çfarë nuk do t'i rrëzojë. Lavdjate dhe ja ku kemi. Kush rrëzohet? Ai që në këtë rast fillon të flasë çoroditur. Këto urdhërime, këto gjëra, këto ishin barre, këto nuk janë për neve. Mesia i kryqëzoi. Mesia kryqëzoi karakterin e Atit. Domethënë, doli një person për të anulluar fjalën e Atit. Pikërisht sepse kur neve nuk lexojmë shkrimin dhe marrim një gjysmë fjale dhe ndërtojmë këtë rast një doktrinë, një mësim të rrejmë, dhe mbi atë vazhdojnë të ndërtohet ajo shtëpi, dhe ndërkohë shikojnë që tullat bien, muret bien her pas here. Dhe ne nuk duam t'ia dimë për rrugën e drejtësisë, çfarë është e drejtë përpara Atit, kur Ati flet nga qielli, në këtë rast njeriu duhet të heshti, në këtë rast edhe duhet të rulet përpara Tij. Zemra në këtë rast që është e përullur, zemra urti i pranon urdhërimet e Tij, nuk e pyet Atin. Nuk e në këtë rast fillon të dyshojë, se kur fillon të dyshosh në shkrimin në këtë rast je në pabesi, je në paudhësi. Ligji i Jahve, Toraja e Tij është e përsosur, eri për të rinë shpirtin, dëshmia e Jahve është e vërtetë. Domethënë, ky ligj që është i përsosur, tani neve nuk na duhet. Vetë ndërgjegja jote duhet të dëshmoj diçka në këtë moment që po e shikon. Diçka që është e përsosur dhe është deklaruar nga mbreti i lavdisë, Ati tonë, krijuesi i qiellit dhe i tokës. Kur ai thotë që ligji, urdhrimet e mia janë të përsosura, merri në këtë rast dhe i praktikoj në të mirën e mundshme në ditën tënde. Unë do të ndihmoj nëse shikoj një zemër që ti po ngulmon në këtë rast në atë ligjin e përsosur, që tha Jakovi 1:25. Që në këtë rast të ti mos qëndro vetëm duke qenë dëgjues i asaj fjalës,
Të kujt? Të ligjit po fliste kontekstin e kapitullit i parë i Jakobit. Por ne të jemi berës të veprës, që të kemi mbarësi. Dhe sot duam që të transformohet dikush në çfarë? Ai ligji përsosur e përtërin, e transformon shpirtin shpirti që është mendja, emocionet, vullnetin, e transformon jetën e një besimtari. Përse? Sepse dëshmia e Atit Jahve është e vërtetë. Ligji i tij është i vërtetë, flet Psalmi 19. Dhe çfarë? E bën të urtë njeriu e thjeshtë. Ja ku kemi 5 virgjëreshat. Që ishin të mençura, të urta. E bën të urtë, e bën të mençura njeriu e thjeshtë. Dhe sot kërkojmë interpretimin e 10 virgjëreshave. Dhe nuk e di, është për të vrapuar kur dëgjon disa predikime që janë vetëm për ciptazi. Dhe marrim një varg këtu, apo nuk na duhen tani festa, nuk na duhen datat e tija të caktuara. Masandaj predikojmë, postojmë. Isaia 56 e ke lexuar çfarë thotë në këtë rast, që thotë, nëse ti thotë nuk do ta përdosë sabatin tim, thotë, do t'jap një emër dhe një vend në 1000 vjeçarin kur Mesia të vijë. Por kur flet për 1000 vjeçarin, Jeruzalemin e ri, sot janë disa terma që për një besimtar që ka vite të themi në besim, sot nuk duan t'ja dinë, ne do shkojmë në qell. Jo vlla motër, nuk do shkosh në qell, do jesh i drejti, do gëzoj tokën, i drejti do këtë rast do trashëgoj tokën, thot Psalmi. Do hape qelli në këtë rast, që tani kemi barierat që Ati ka vendosur apostafat, sepse jemi në një hapësirë që po punon me zemrat e të shumtëve. Do hapi qelli në këtë rast dhe masandaj do ta shikojmë Atin si çështë. Në këtë rast i biri do jetë këtu, do kemi marrë në këtë rast trupin inor, atë 1000 vjeçarin. Prandaj thot i bekuar është ai që merr pjesë në ringjalljen e parë. I bekuar, i urtë, i zgjuar është ai njeri që praktikon urdhrimet e Atit, që do mbahen 1000 vjeçarin. Ezekieli 46. Frika Jahve është çfarë? Zanafilla e urtësisë, po flasim për 5 vigjeresha që ishin të urta, apo jo? Frika e Jahve është fillimi e zanafilla e çdo gjëje në jetën tënde. Dhe ndoshta shumë për jush janë në fillim të besimit, apo ti ke bërë ta shqyrtojtën lutjen e besimit. Unë të inkurajoj të shikosh urdhrimet e Atit. Të shikosh në këtë rast që të praktikosh sabatin e tij, që është çdo të shtunë, duke filluar nga perëndimi të premtes deri në perëndimin e të shtunës, është dita e veçuar për popullin e tij. Normal që ty të kantenë në këtë rast duhet të shkosh dhe ta veçosh ditën e diellit. Ajo dita e diellit, e diela, ishte dita e katolikëve që në këtë rast e hoqën në 320 e can, me këshillin e Nikes, me perandorin romak Konstantinin dhe me implementimin e dekreteve që pasuan mbas krijimit të atyre sekteve dhe denominacioneve që shikon sot, unë jam i këtij, jam bapti, unë jam reformist, unë jam pentakostal, unë jam në këtë rast e Jehova, unë jam këtu, unë jam njeriu, doktrinat mishore të njeriut. Ndiq në këtë rast të vlla motër, shiko shkrimin, mos lejo që njeriu të përcaktoj rrugën tënde, mos e lejo që të drejtojnë në mësime të gabuara, aq më tepër që je në fillim të besimit. Merr shkrimin në këtë rast dhe lexoje për veten, siç kemi bërë në këtë rast me vite. Lexoje për veten tënde. Atje në këtë rast është fryma e shenjtë. Atje në këtë rast është shkrimi i Atit, është Mesia që po të flet. Dhe kur arrin të kuptosh në këtë rast të shkrimin dhe fryma është në gjendje lavdjatit të japi interpretimin kur ke lexuar në këtë rast në vargje të tjera, në libra të tjera, dhe ta ndërthur dhe jep në këtë rast harmoninë, evidencën e pashkullur në zemrën tënde kur ti ke uri për të lexuar shkrimin. Por sot neve nuk lexojmë shkrimin, marrim postojmë një varg këtu, një varg nga aplikacioni dhe s'ka gjë, jam në rregull. Jam në rregull?
Ati në këtë rast ka vendosur disa principe që ti dhe unë t'i zbatojmë. A nuk tha që na ishin dhënë për shembull? A çdo gjë që ndodhi në të kaluarën, përse u dha? Për mësimin tonë, që ne në këtë rast të mësojmë për të rrokur jetën e përjetshme. Dhe kur kam adresuar dhe shumë në këtë rast që po më dëgjoni, por disa në këtë rast në çështje partikolare, të veçuara, kam adresuar mënyrën si duhet të veprosh, por nuk duam të veprojmë në atë mënyrë, masandaj dhe duam të shkelim urdhrimet e Atit. Nuk duam që të nderojmë emrin e Tij, nuk duam në këtë rast të ecim në festa, në urdhrimet e Tij, në miqësinë e vërtetë. Sot nuk kemi dashuri të vërtetë ndaj njëri tjetrit. Përse? Sepse dashuria, kur thotë në këtë rast, do të shuhen ato ditë. Për kë dashuria? E ka fjalën për Atin, fillimisht, nuk e ka fjalën për njeriu me njeriu. Dashuria në këtë rast do zbrehet ndaj Atit, se po ta duash Atin tënd që të ka krijuar dhe të dha rrugën e shpëtimit nëpërmjet birit të Tij, ti nuk do t'i bësh pyetje të tilla. Ti nuk do drejtohesh nga mësues të rremë që kanë anulluar festat, urdhrimet, ligjin e Atit, Toranë e Tij të shenjtë të përsosur. Por mund të marrësh kuptim të mirë nëse zbaton në praktikë urdhërimet e Tij. Domethënë, ky varg që ti shikon në Psalmin 111 ishte në këtë rast diçka që nuk të përket tyne. Kjo është një gënjeshtër që Satani vazhdon të implementojë në asamblejnë të shquajtur, dhe unë besoj kuptim të mirë kanë ata që zbatojnë në praktikë urdhrimet e Tij. Në këtë rast janë të urtit që i vënë në praktikë urdhrimet e Tij, duke ditur që urdhrimet e Tij janë të përjetshme. Psalmi 119 vargu 151, drejtësia jote është një drejtësi e përjetshme. E urdhrimet e tua janë i ke vendosur për jetë, lavdiate thot. Kur diçka është e vendosur për jetë, ti me çfarë po themelon jetën tënde? Atë si thua shtëpinë tënde, që është ecja jote, që është jeta jote e përjetshme. Prandaj ai të dëgjon fjalët e mia, thot Mesia, dhe çfarë bën? I vën në praktikë. Mund të krahasohet prej meje me një njeri çfarë? Të urtë, të zgjuar. Me një njeri të zgjuar që ka ndërtuar shtëpinë e tij mbi shkem. Ku e ka ndërtuar? Mbi shkemin e lavdisë që është Ati nëpërmjet birit të Tij, sepse biri i Tij na dha akses ndaj Atit. Çdo gjë që Mesia foli nuk ishte as pak në kundërshtim me urdhrimet e Atit. Sot kemi një asamble që ka keq kuptuar në këtë rast, duke shikuar judaizmin që në këtë rast ata praktikonin urdhrimet dhe ti në këtë rast po të praktikosh urdhrimet je si ata. Ata nuk praktikojnë dhe nuk praktikonin që në kohë urdhrimet e Atit pikërisht. Mesia erdhi në Markus 7 për të thënë hipokritë, ju keni anulluar urdhrimin e Atit për traditat e etërve tuaj. Siç po bëjnë në këtë rast të drejtuesi sot, duke lënë me një anë urdhrimet festat e Atit për traditat e Papa Grigorit të 13, apo për ta në këtë rast për ta lartësuar Nimrodin në festat e Tij, në pemët e Tij, bashkë me gruan e tij Semiramis dhe duke goditur çukitur vezët nëpër televizione. Kuptim të mirë kanë ata që zbatojnë në praktikë urdhrimet e Tij. Urdhrimet e Tij nuk janë të rënda, para Gjonit 5:3. Ne duhet të mbajmë në këtë rast, të mbajmë pozicione, të mbajmë në këtë rast çdo gjë që nuk është në shkrimi, të praktikojmë në këtë rast. Ta shikojmë Isaia 8 flet shumë hapurazi për ju që keni dëgjuar, apo mund ta rishikojmë vargu 19, 20, 21 flet hapurazi. Ecja në këtë rast e një besimtari apo dikush që pretendohet që sot dalin dhe predikojnë në këtë rast masën e Mesias së katolikëve që vetë mbreti i lavdis nuk ka folur.
nëpërmjet urtësisë ndërtohet një shtëpi dhe bëhet e qëndrueshme nëpërmjet kuptueshmërisë. Kuptueshmëri të mirë kanë ata që zbatojnë në praktikë urdhrimet e tua. Psalmi 110 që pam pak më përpara, tani pyetja qëndron tu në Psalmi 111. Kemi gjë beslidhje të re? Apo në këtë rast Ati ndryshoi duke thënë që por deri atëherë ishte një kuptueshmëri dhe në këtë rast ishte ligji tim ishte përsosur dhe është fillimi i urtësisë, por kur të sjell birin tim, masandaj unë do t'i heq çdo gjë. Këto janë marrëzi, të mendosh gjëra të tilla. Këtë është një ndërgjegje kaq e pllakosur nga mëkati. Dhe mendojnë se po të zbatosh urdhrimet e Atit, duhet t'i zbatosh në të gjitha në praktikë. Nuk jemi të përsosur, nuk mund të praktikosh urdhrimet e Atit të gjitha siç i praktikovi Mesia, vetëm ai është i përsosur. Dhe do të shikojmë si ai fitoi përsosshmërinë e tij në Hebrejnë 5. Një familje që dëshiron të zbatojë çdo udhëzim që i Ati jep. Dhe e shikon ai Ati që ajo fëmijë po përpiqet ta praktikoj dhe ta dëgjoj të Atin dhe duke e bërë të mirë të mundshme atë gjë që ai urdhëroi. Si mendon ti? Ai baba do jetë i zemëruar në atë fëmijën, kur ai fëmija kur poq me çfarë force që kishte për ta ruajtur, për ta zbatuar urdhrimin e Atit të tij. Apo kemi atë fëmijën që në këtë rast Ati thotë, ka mundësi në këtë rast të më japësh këtë gjë, apo ka mundësi të shkosh të bësh këtë gjë. Apo unë ti Ati ti mund të njoh, por këto gjëra nuk dua t'i zbatoj. Si mendon ai baba, do jeti kënaqur me atë djalin që dhe mundua në të mirën e mundshme ngulmonte duke për ta praktikuar urdhrin e Atit të vet, apo si do jetë në këtë rasti ati birit në këtë rast që tha unë e di tha, por nuk dua ta praktikoj atë urdhrin tënd. Me kë do jetë i zemëruar ai baba? Nëpërmjet urtësisë ndërtohet një shtëpi. Urtësia që zbaton urdhrimet e Atit fillon të ndërtojë shtëpinë në themelet e dura. Pikërisht Mesia tha që kur i vjen në praktikë urdhrimet në këtë rast je një njeri i zgjuar. Dhe ke stabilitet, ke qëndrueshmëri kur e kupton në këtë rast. Kuptova këto urdhrimet. Do kuptosh të tjera sepse do lexosh. Ke një zemër të përullur ndaj Atit, ke një zemër që dëshiron të njohësh karakterin e tij, integritetin e tij. Çfarë i pëlqen atij? Do vazhdoj të ngulmoj, këtë gjë nuk e kisha parë më përpara. Dhe ja ku vjen në këtë rast prap një kuptueshmëri dhe fillon rruga tënde bëhet më e qëndrueshme. Pse nuk jemi të qëndrueshëm, vëlla motër? Prekëm pak më përpara. Kishim këtu ja, laudiatet, okay. Zemërurti pranon urdhrimet, por fjala mani budalla do të rrëzohet. Nuk besoj se kemi një qëndrueshmëri, një person që refuzon urdhrimet, sepse e kundërta e fjalisë në këtë rast në vargun 8 fjalë të urta 10 kemi që fjala mani do thotë më njëherë do nxjerrë diçka, do filloj ta refuzoj urdhrimin e Atit, do filloj ta kundërshtoja atë babain e tij, birim, a mund ta bësh këtë gjë, mund të shkosh në dyqan të më blesh këtë rast një diçka, ta zëm. Po shkoj apo bie shi, po nuk e di, kam këto këpu. Fillojnë me njerë flasim për të kundërshtuar urdhrimin e atij Atit. Dhe mendojnë se rruga e tij personi që nuk praktikon dhe nuk zbaton, nuk i pranon urdhrimet, mendojnë se do jetë e qëndrueshme. Përse ajo shtëpia në Mateu 7 nuk qe të rast e qëndrueshme? Sepse kishte ndërtuar shtëpinë
mbi rerë. Dhe ku kemi rerën këtu, në këtë rast rera që me njerë fillon të pyesë atin, fillon të dyshojë. Po këto gjëra më kanë thënë mua që këto gjëra nuk janë met. Përse duhet të praktikojnë sabatin e tij që është një shenjë përjetshme për popullin e tij? Është në këtë rast është një beslidhje përjetshme. Jo, unë kam gjetur beslidhjen time. Praktikojnë festat e tia që janë të mira, të drejta, janë të përjetshme. Në Levitiku 23, Eksodi 12, në këtë rast të ha shëndetshëm sipas ushqimeve të pastra. Po jo, tani çdo gjë mund të hahet. Tani mund të marr miun, macën, qenin, në këtë rast lakuriçin, gjarprin. S'ka gjë e futem në një tavë. Dhe masandaj vazhdojmë sepse çdo gjë është e mirë apo jo? Sepse është e veçuar nga fjala, është ndarë nga Levitiku në këtë rast 11, është ndarë nga urdhrimet, kjo është këtë mund ta hash, këtë nuk mund ta hash, sepse në këtë rast je tempulli i frymës së shenjtë. Dhe ati dëshiron që ti të rosh, në këtë rast të nderosh dhe të praktikosh, në këtë rast mbretërinë e tij dhe të thuash të tjerëve për të përmbushur qëllimin tënd që ka vendosur. Po kur fillojmë neve në këtë rast jemi me mendje mishore çon në vdekje. Dhe nuk mund t'i pëlqesh atit duke refuzuar urdhrimet e tija. Më lejo të them diçka tjetër. Nuk mund të hysh në mbretërinë e tija me një zemër rebele. Përse ati do të futi ty dhe mua në këtë rast kur refuzojmë urdhrimet, festat e tija? Përse do t'jesh pjesë asaj mbretërie që po vjen? Apo të më thënë, ti dhe unë që kemi në këtë të veçantë, në këtë rast neve mund të ecim në mëkat, mund të ecim në paudhësi, refuzojmë urdhrimet e tija, festat e tija, nuk duam të dimë, të gëzojmë zemrën e atit dhe, po unë gjithsesi unë do shkëputem. Do shkëputesh me çfarë premisa, me çfarë arsye, me çfarë dëshmie, çfarë ke çuar përpara atit? Po unë kam bërë disa gjëra të mira. Shko pyeti sektet e tjera sa gjëra të mira, shko pyeti muslimanët, shko pyeti të Jovajt, shko pyeti katolikët, sa vepra të mira bëjnë, janë në leckendyr përpara atit. Kur ti po anullon karakterin e tija, urdhrimet, festat e tija, si do ta duash atin tine, kur është urdhrimi i parë, që Mesia vetë tha, ta duash atin me gjithë zemër, me gjithë mendje, me gjithë forcën tënde. Si e do atin? Unë e dua me emocione, pastaj shkel ligjin e tija? Ajo është dashuria e vërtetë? Pikërisht të përmenda e parën e Gjoni 2:4. Ai që thot më njeh dhe nuk zbaton urdhrimet e mia është gënjeshtar. E vërteta nuk ndodhet në të. Këto vargje në këtë rast duhet i kesh shikuar. Dashuria e vërtetë që në para Gjonit 5:3 flet në këtë rast që ne duhet të zbatojmë urdhrimet e Atit dhe nuk janë të rënda. Ajo është dashuria e sinqertë, e vërtetë, që nderon, ngulmon në të mirën e mundshme në urdhrimet e tija, që ti zbatosh në praktikë, për të qenë i urtë, për të qenë ato 5 virgjëreshat. Përse ato budallashka të mbyll dera? Fjalamani budalla do të rrëzohet. Fjalë të urta, apo s'ka gjë fjalë të urta tani edhe këto nuk janë me fjalë të urta. Apo mua më duhet të marr sikurtësinë atje çfarë ndodhet. Pastaj kur flet për diçka atje, jo, është për ty, vëlla motër, nga Zanafilla deri në Zbulesa, është për ty. Mjafton të shikosh në këtë rast urdhrimet e tija që të përkasin tyne. Ka plot prej tyre që nuk janë të rënda, që do gëzojnë zemrën e Atit dhe do ndryshojnë radikalisht ecjen tënde, siç ka ndodhur në këtë rast këto 2 vjetët e fundit për lavditatit. Duke patur një dëshmi në zemër që po nderojnë mbretin e lavdisë, sepse ai shikon nëse ti po praktikon sabatin, ti thon unë e njoh, por masandaj vetë e shkel. Çfarë thotë Eksodi 31? Ai që më shkel sabatin, thot, në këtë rast ka pasoja. Vazhdon, thot, ta praktikoj pa udhësinë, çfarë tha Mesia? Në Mateu 7. Zot, mjeshtër, kemi bërë shumë gjëra. Kemi shikuar grekun që vinte, apo nga Afrika, apo nga Amerika, apo nga Europa. I kemi dëgjuar, vinë ata na bëjnë shenja në mrekulli.
nuk ju kam njojtur, ju që kryeni pa udhësi. Pa udhësia çfarë është? Është mëkata, thot Gjoni 14. Mos gaboj. Në para Gjonit 5. Pa udhësia është mëkat. Mëkati çfarë është? Shkelja e ligjit, shkelja e urdhrimeve, shkelja e festave të tija, instruksioneve të tija. Apo themi pastaj, apo vlla, apo ja kështu është gjendja, unë do vazhdoj të eci në paudhësi. Vërtet? Kështu është gjendja. A ti mbaroj burimet e tija në Shqipëri, apo kudo që të jesh? Domethënë, ati që ka influencuar nga vendi ku jemi? Ku është besimi jot? Domethënë, ai nuk pas ka fuqi, nuk pas ka në këtë rast integritet për të dhëna në këtë rast sipas urdhrimeve të tija që ti ta nderosh zemrën e tija duke pritur, duke miqësuar me vëllezërit e motrat në festat e tija dhe gjithmonë masandaj kur kemi diçka që e mirë apo vjen, Satani vjen dhe godet dhe mashtron me unë u luta që të shkelnja urdhrimet e tija. Për këtë u lute, sepse mora një zë që do të vazhdoj të punoj në sabatin. O, po kështu është këtuja. Sa gjëra kemi për të punuar. Megjithse i dinja, por mundohen. Nëpërmjet urtësisë ndërtohet një shtëpi, ndërtohet jeta e një besimtari, vetë e qëndrueshme nëpërmjet kuptueshmërisë, vetë e qëndrueshme ka stabilitetin në këtë rast që kupton dhe e zbaton në këtë rast dhe përse ndodhin situata dhe sulme që kemi në jetën tonë, sepse kemi shkelur diku. Nuk i kemi pëlqyer në rrugën e atit. Me njohuri mbushen dhomat me të gjitha pasuritë e çmuara dhe të këndshme. Me njohuri të çfarë? Me njohuri të fjalës, të Biblës. Prandaj duhet të lexojmë, prandaj duhet të studiojmë shkrimin, prandaj na kërkohet që të gërmojmë, jo të dëgjojmë apostull të rejmë, mësues të rejmë, por në këtë rast ti jesh në gjendje që ta konfrontosh çdo mësim që të dëgjohet, çdo mësim që predikohet në ambientin tënd ku të vinë të gjitha sulmet apo tërheqjet, por ne nuk lexojmë, vetëm ato vargje që i di në këtë rast çdo besimtar, sepse janë vetëm ato vargje përmenden në asamble. Ndriço në këtë rast, sepse ti je drita e botës. Ngriu, shkëlqe vetëm ato vargje të tilla. Me njohuri mbushen dhomat me të gjitha pasuritë e çmuara dhe të këndshme dhe ka fjalën në rast për pasuritë të frymërore. Dhe ati do japi në jetën tënde, nuk do të lej pa veshur, në këtë rast nuk do të lej pa ngrënë, do të siguroj në jetën tënde. Po si tha Mesia, o besim pak, ju tha, apo jo. Ka fjalën pa adreson gjithmonë ati për besimin në zemrën tonë. Se kur ke besim, praktikon urdhrimet, kur i beson fjalën, i praktikon atë fjalën. Por ti në këtë rast nuk do ta praktikosh fjalën e tij, sepse fillimisht kur ti e shikon, nuk e praktikon fjalën e tij. Nuk do ta praktikosh, sepse nuk i beson. Ai është kyçi i tërheqjes tonë. Me anë të urdhrimeve të tua, përfitoj zgjuarsinë. Jemi akoma në 5 virgjëresha që ishin të urta, të zgjuara. Me anë të urdhrimeve, me anë të diçka tjetër, me anë të shkeljeve të urdhrimeve, me anë të anullimeve të urdhrimeve të atit, përfitohet të zgjuarsia. Me anë të urdhrimeve të tua, unë përfitoj zgjuarsinë, ti mund ta përfitosh urtësinë në jetën tënde që të drejtojë shtegun tënd. Si pas urdhrimeve të atit, rruga e ngushtë, rruga e mirë, rruga e jetës. Do kesh ndrejtje, po, sepse mund të ecësh si ti dhe unë në një rrugë të gabuar dhe nuk e praktikove urdhrimin e atit, apo ramë për shkak të situatës, por nuk anullojmë komplet, nuk e deklarojmë përpara qiellit dhe tokës, unë nuk dua t'ja di për urdhrimet e atit. Dhe pikërisht shumë prej jush që ati ka vendosur në jetën tuaj,
dhe kam të këshilluar, por gjejmë masandaj mënyra të tjera fetarizmi që shikojmë sot. Jo, unë nuk dua të jem pjesë, unë do ndjej këtë, unë do iki këtu, unë do lutem pak. E ke parë fjalë të urta 28? Ata që braktisin ligjin e Atit dhe lutja e tyre është e neveritshme përpara Tij. Përse? Dhe sot kemi një gënjeshtër, unë lutem Atit që ti të dalësh, sepse themi që unë besoj dhe nuk dua të praktikoj urdhrimet e Tija, por unë gjende po lutem dhe po dëgjohet lutja. Ne kërkojmë dhe marrim, thotë Gjoni, sepse zbatojmë urdhrimet e Tija. Dhe lutja tonë dëgjohet, sepse është në harmoni me fjalët e urta 28, është në harmoni në këtë rast me Levitikun 4:2, që mëkati është shkelja e urdhrimeve të Tija, dhe kur ecën në mëkat nuk dëgjohet lutja. Ati kthej në këtë rast fytyrën e Tija dhe na lën në errësirën tonë, derisa ne të kuptojmë, sepse vetë Mesia në këtë rast çfarë u bind nga gjërat që pësoi. Hebrejnë të 5. Prandaj u rregi çdo shteg falsiteti, çdo gënjeshtër. Urdhrimet e Atit janë të vërteta, e kundërta e vërtetës. E kundërta e të vërtetës është gënjeshtra. E kundërta në këtë rast ku flitet që urdhrimet e Tij janë të vërteta, masandaj kur themi që nuk janë me, në rast kemi gënjeshtrën. Para Gjoni 2:4. Ja ku kemi në rast që urdhrimet e Tija janë të vërteta, ligji i Tij, kushtetuta e Tij, lavdiati që është jetë për ata që në këtë rast kanë besuar tek Mesia dhe duan të ecin ta nderojnë Atin siç ai vetë Mesia nderoi në të gjitha urdhrimet e Tija. Pesë nga që ishin të mençura dhe 5 budallaqka, siç e pamë. Në fjalë të urta 1:7, vrigjeresa që ishin budallaqka, çfarë ishin mosbindëse ndaj urdhrimeve. Ndaj urdhrimeve, në këtë rast fjalës së Atit. Frika Jahu është fillimi i njohjes. Njerëzit e pament, njerëzit budallënj, çfarë bëjnë? Përçmojnë urtësinë. Përçmojnë në këtë rast të zbatojnë, përçmojnë praktikën dhe zbatimin e urdhrimeve të Atit. Përçmojnë udhëzimet e Tija. Fillimi i njohjes, fillimi i urtësisë. Kuptueshmëri të mirë kanë ata që zbatojnë në praktikë urdhrimet e Tija. Të gjitha këto nuk merren parasysh sot. Prandaj kemi rrëzimin e shumë. Paqe të madhe kanë ata që duan urdhrimet, festat, që në këtë rast është ligji me një fjalë, dhe nuk ka asnjë gjë që mund t'i rrëzojë. Kur ke urdhrimet e Atit, është fuqia e frymës së shenjtë që vazhdon të implementohet në këtë rast në atë enë, në atë vazo lavdiatit, në atë trup, sepse po nderon Atin. Dhe Ati vjen dhe në këtë rast edhe mbush, në këtë rast Ati vjen dhe restauron. Dhe shumë prej jush që janë në një pozicion jo të mirë, mund të restaurohesh, mund të kthehesh me pendimin e sinqertë, mos e lesh të ligun, në këtë rast për të manipuluar jetën tënde, sepse në këtë rast fuqia e vullnetit tënd është përmbi mëkatin. Fuqia e vullnetit tënd është përmbi në këtë rast zgjedhjen dhe fuqinë e mëkatit. Mishi në këtë rast ka fuqi, sepse ti në këtë rast nuk po vendos. Se po të vendosësh, fryma masandaj do të ndihmojë, në këtë rast do të heqi komplet çdo manipulim, në këtë rast gjatë kohës, çdo zgjedhje që të fillon në këtë rast të marrësh dritën, fillon të lehtësohesh nga barra e mëkatit. Po ka një ngulmim, se mos mendojmë sepse jemi më të mirë se dikush tjetër, ngulmojmë vëlla motër. Në urdhrimet e Tija, në festat e Tija, shikojmë shkrimin dhe mundojmë ta praktikojmë, sepse e dimë që në këtë rast mëkati është mbrapa derës. Ka joshjet e Tija në telefon, në për faqet, si shikojmë sot, apo kur del, në këtë rast mund të dalësh në dritarja, apo mund të ecësh rrugës, të hysh në dyqan, ke plot tundime të mëkatit. Por pyetja është çfarë ti do bësh? Si do t'i reagosh ndaj atij tundimit? Jozefi si eci? Kur në këtë rast tundimi erdhi, ishte një zgjidhje për ta bërë në atë moment.
i shoqi i në këtë rast nuk ishte në shtëpi gruaja e Potifarit. Potifari nuk ishte në shtëpi. Gruaja në këtë rast e tundoi, në këtë rast dhe i tha Josefit të shkonte me te. Po si tha, nuk mund të më katoj kundra atit, se tha e kam frikë, tha. Dhe mori dhe vrapoi dhe për shkak të asaj bindjes, në këtë rast shkoi në ku? Shkoi në burg, por pikërisht atje ku ishte, atje përdori për lavdit të tia dhe beri në këtë rast të dytin e Egjipt, sepse në këtë rast çfarë? Më katojgje, apo ishte dhe Jozefja, patriarkët tanë, apo profetet e kaluar dhe ata e kishin anulluar urdhrimet dhe festa ligjin e atit. Ligji që tham të ra, udhëzimet, mësimet, instruksionet, porositë, urdhrat që ati në këtë rast na jep për të mirën tonë, sepse dëshiron të konfirmoj beslidhjen e tia, lavdjatit. Ja të shikojmë çfarë shkrimi thotë. Urtësia bërtet në rrugë, zeri i tij, e kujt zeriatit, dëgjohet në përsheshe, thret në vende ku ka turma, ligjëron në hyrje të portave të qytetit. Thot fjalët e tij, deri kur o njerëz të thjeshtë do t'ju pëlqejë thjeshtësia, dhe tasi do të kënaqen, duke u tallur me budallënjtë që urrejnë, dijen urrejnë njohurinë. Me anë të njohurisë mos andaj mbusheshin dhomat, e pam pak më përpara. Në këtë rast vazhdon do ta lesh motër që mëkati në këtë rast shkelja urdhërimeve të jetë pjesë e jetës tënde në vazhdim, dhe mos andaj Satani vazhdon të implementojë planin e tij për të marrë me vete. E janë në vete nga qortimi im, thot ati. Ja unë, mos andaj çfarë? Kur t'ju qortoj, çfarë? Qortimi pse ndodh? Që neve të kthehemi ndaj urdhrimeve të tia. I kishim shkelur, në rast mos më katoj më me. Dhe kur kthehesh tek ati, mos andaj çfarë bën? Ai derdh frymën e tij mbi ne dhe do t'ju bëj të njohur fjalët e mia. Kemi fjalë të urta. Fryma e shenjtë ishte edhe më përpara, vëlla motër. Në rast vjen fryma e shenjtë mbi ne, kur neve ecim në urdhrimet në festat e tia. Ajo është urtësia që në rast ati kërkon që neve ta përqafojmë. Pa më pak më përpara llambat në këtë rast që kishte të bënte me urdhrimet e atit, ligji i tij që është një dritë, Toraja, law që quhet në anglisht, në tërë përkthimet që shikon, lavdjatit, fjala e tij që është një llambë, pikërisht kush fjalë në Psalmin 119, nuk janë psalmet. Psalmi janë psalmet po në të shumës, po është Psalmi 119. Në vargu 105. Fjala jote është një llambë. Ky në këtë rast ligji urdhërime që është konteksti në këtë rast në Psalmin 119. Dhe sot ne nuk marrim parasysh kontekstin përse po flitet. Ja shikon veprat 15. Po, veprat 15. Ku ishte konteksti? Ishte në vargu 1. Po nuk dua të shkoj në vargu 1, se mos andaj më rrëzohet çdo teologji që kam mësuar. Nuk mund të shkojmë tek vargu 1. Nuk mund të shkojmë në veprat 21, sepse atje prapë rrëzohet akoma më tepër. Nuk mund të themi Anania që ishte i devotshëm sipas ligjit. Jo, nuk mund të shkojmë në veprat 22, sepse mos andaj unë dua të ngulmoj në mendjen time mishore. Ligji është një dritë. Jo, ligji nuk është një dritë tani. Ligji në këtë rast e ka hequr atin, tani ai ishte nuk është i mirë tani. Po dalë se Romakët 7:12 flet që ligji i tij është i mirë, i drejtë, i shenjtë. Jo, nuk është më. A do të anullojmë ligjin, festat e tija nëpërmjet besimit të Romakëve 3:31? Kështu mos qoftë, thot apostulli Shaul Pali. Jo, po tani ne kemi anulluar, nuk e diti? Ja ku kemi këto vargje që nuk përcaktojnë në shkrimin, por unë gjende do t'i them, sepse unë jam i ditur, unë eci në rrugën e drejtësisë time. Drita e pam pak më përpara, nuk
çfarë mund të themi me? Ligji i tij është një dritë. Ligji i tij është një dritë dhe me anë të tij neve marrim drejtjet në këtë rast e disiplinës që na duhen për na dhënë jetën. Fjalët e urta 3, fjalët e urta 4. Kur zbatojmë urdhrimet e tija, kemi paqe, kemi jetë, në njëjtë kontekst në Romakët 8, vargu 6 deri në 8. Kur eci në frymë ke jetë dhe paqe, do thotë që duke hequr ligjin e Atit, duke ecur, ajo është ecje në frymë, duke anulluar ligjin e tij që Mesia nuk foli për gjëra të tilla, ti po e shkel dhe ti po e refuzon ligjet festat e Atit, dhe masandaj ti po ece në frymë. Një moment se duhet ta marrim pak të shkrimi, se ka shumë të pej ky shkrim në Isaia që folëm. Një moment. Që në vargu, ti mund të hapësh në shkrimin tënd, Jeshaja që ka emrin e tij të vërtetë, Isaia 8, vargu 19 deri në 22, por ja një moment sa ta hedhim. Okej. Tek kisha gati këtu. Dhe më lutem Atit që ti ta kuptosh vërtet shkrimin dhe kur kemi që nga zanafilla që Ati ka instituar, ka dhenë në këtë rast urdhrimet, para se të vinte ligji, në këtë rast Abrahami apo etrit tani, Noku, Noa, ishin duke praktikuar në këtë rast festat e Atit, sepse kalendari kishte krijuar që më përpara. Përse na u dha shkrimi, thot vetë apostulli Shaul, për shkak të shkeljeve, në këtë rast që neve të ecim në rrugën e mirë, në rrugën që Ati dëshiron, të kemi kufin të majtas dhe djathtas, sepse kur e le një kalë, në këtë rast pa ato dy, në këtë rast që i vjen dy mbrojtjet që të mos shikojë majtas djatha, pse ja vjen? Sepse po shikoj majtas djatha do shpërqendrohet dhe do iki ku të dojë, por në këtë rast do të iki drejt, prandaj i vjen dy meshinët masandaj që të eci në rrugë të drejtë. Dhe to janë disa gjëra që sot ne lutemi që sikush të eci në festat, në urdhrimet e vërteta, në popullin tonë, për lavditë të tija. Le të shikojmë Jeshaja 8, vargu 20 deri në 22. Ja një moment sa ta. Okej, shpresoj që të dallohet mirë. Po, okej. Çfarë ndodh kur nuk ecën në këtë rast sipas urdhrimeve, festave dhe dëshmisë së Atit? Kur nuk ecën sipas ligjit, festave të tija, ti ndoshta nuk se pranon por ke një këshill që të po jepet, se po këshillohesh me frymrat e fallit, me mediumët, me çdo mundësi në këtë rast që Satani ka dhënë, sepse ti nuk po konsultohesh me festat e tija. Se një popull në këtë rast ku nuk konsultohet me Elohimin e tija, me Atin në këtë rast çfarë duhet të praktikojë, pasandaj ke të tjera prishpëritje, murmuritje që në këtë rast po të këshillon i liku, dhe shkrimi thotë që çfarë duhet të bëjmë neve, duhet të përmbahemi ligjit dhe dëshmisë. Përse? Sepse në rast se një popull nuk flet sipas kësaj fjale, kujt fjale? Sipas ligjit dhe dëshmisë që Ati ka dhënë, kjo do të thotë se ai nuk ka dritë. Ligji i tij është dritë, pam në fjalë të urta 6:23. Përse përmendet ligji këtu dhe në këtë rast edhe dritë, sepse janë në harmoni me njëra tjetrën. Në rast se një popull nuk flet sipas kësaj fjale, kjo do të thotë se ai nuk ka dritë. Ligji është një dritë në shtegun tim, llamba në këtë rast që duhet të ndriçojë, të ketë dritën, në këtë rast vjen nëpërmjet urdhërimeve, se urdhërimi është një llambë lavdiatit. Pikërisht në fjalë të urta 6:23.
Dhe kur ai nuk ka drejtë, thot, atëre ai do të sillet në për vendin e tij raskapitur, i uritur, do të jetë i uritur, do të pezmatohet dhe çfarë do bëj? Do mallkojë mbretin e tij dhe Elohimin e tij. Përse? Sepse në këtë rast e shikon që situata e tij nuk po ndryshon. Në këtë rast ja ve fajin atit, ndërkohë që duhet ta ekzaminoj veten e tij. Ku jam? Përse po ndodhin këto gjëra në jetën time? Përse kam këto sulme? Sepse jam larguar nga urdhrimet, nga festat e tija, nga ligji, nga dëshmia që Ati më ka dhënë për jetën time, që unë të gëzoj të mirën e tija. Do ta kthej shikimin lart, pastaj do ta kthej drejt tokës. Dhe ja fatkeqësi e rësirë plot terë thot dhe me ankth, dhe do të zhytet në terrin më të dendur. Për shkak sepse nuk është përmbajtur as ligjit as dëshmisë. Dhe kjo ndodh në për familjet, kur kemi në këtë rast abuzimin ndaj urdhrimeve të Atit, nuk mbajmë sabatin, nuk mbajmë festat e tija, nuk duam të nderojmë ai që na ka dhënë jetën, frymën në radhë të parë. Ngrihesh në mëngjes në këtë rast dhe nuk ke kontroll mbi frymën tënde, ta ka dhënë në mëshirën e tija, që të ngrihesh në këtë rast dhe ti të vendosësh të pendohesh ndaj tij. Të kthehesh në rrugën e mirë, të kthehesh në udhëzimet e tija, për të qenë pjesë asaj mbretërisë që po vjen dhe unë lutem Atit që ti të mos jesh në këtë rast ajo pjesë që masandaj do dërgohet në liçen e zjarrit, po ke urtësinë e kohës. Ndoshta shumë prej jush janë në mëkat. Mund të jesh në imoralitet, mund të kesh abuzuar, apo nuk do t'ja praktikosh urdhrimet ligjit e Atit. Vëlla motër, ktheu në shtëpinë e tija. Ktheu në urdhrimet e tija. Ka akoma është një periudhë hiri që ai po vendos që ti të kthesh, se para se të vi, se në momentin që do shfaqet, apo Ati mos e dhënë që të ndodhë diçka në jetën tënde, kalon në përjetësinë, nuk ka më vendimarrje. Ke humbur jetën tënde të përjetshme, ke humbur mrekullinë që Ati ka vendosur, që është në këtë rast qyteti i tij, në këtë rast kur përsosmëria do mbretërojë mbi të gjithë tokën. Syt nuk kanë parë, veç nuk kanë dëgjuar, nuk ka hyrë në zemrën e njeriu, çfarë Ati ka përgatitur për ata që duan zbatojnë urdhrimet, festat e Atit, sabatin, Pashkën e vërtetë, festën e bukës pa maja, frutat e para, Pentakostin, ditën e burive. Lavdi emri tënd. Masandaj kemi ditën në këtë rast e festën e kasolleve, ditën e shlyerjes dhe dita e 8 e kuvendit madhështor që përcaktohet në këtë rast përjetësia që do vijë. Këto janë festat e tija, në Levitiku 23, Eksodi 12, janë të përjetshme. Vetë Mesia në këtë rast do t'i praktikojmë me te në 1000 vjeçarin. Libri Hezekielit e flet hapurazi, Sekaria 14 e flet hapurazi për ato gjëra. Libri në këtë rast i Jeshaja flet për që nga Sioni do dali ligji në 1000 vjeçarin, do t'ju mësojmë kombeve. Përse flet Mesia në Mateu 5:19? Prandaj çfarë? Prandaj sepse fola që nuk kam anulluar as ligjin, as profetët. Derisa qielli dhe toka të qëndrojnë, thot, asnjë pikë, asnjë jote e ligjit nuk do të kalojë. Thot, prandaj ata që do t'i zbatojnë urdhrimet e Atit, do t'ia mësojnë të tjerëve, do të jenë më të mëdhenj në mbretërinë e qejve. Sepse nga Sioni do dalë ligji. Kur shkrimi flet që ju jeni drita e botës, një qytet i ngritur në majtë të malit nuk mund të fshihet. Këtë rast thot, masandaj që ne, thot, ku po ashtu nuk ndizet një qëri, thot, për të vënë nën babunë, por për të vënë mbi Shandan, mbi menorën, mbi Shandanit që në krahashtat frymërat e Atit. Jo mbi shenja në këtë rast e vdekjes, që është kryqi me çdo lloj gjë tjetër që kanë praktikuar katolikë, në ti nuk ke pjesë me shenja të tilla. Mesia veta në Zbulesa 2, që thot, mos të vite të heq, thot, Shandanin. Kësa fjallën mos të vite të heq në këtë rast të frymrat, që në këtë rast të 7 frymrat e Atit, thot. Nuk tha për kryqin gjë. Do ta vej mbi Shandanin, thot, për të bërë dritë të gjitha atyre që janë në shtëpi, me anë të urdhrimeve të Atit.
Pikërisht në ligjin për 36 thot mësoja familjes, mësoja fëmijëve të tu urdhrimet e mia, thot Ati. Që në këtë rast unë do jemi mëshirshëm mbi 1000 gjenerata, thot. Për ata që më duan dhe zbatojnë urdhrimet e mia. Eksodi 20 është një nga urdhrimet e Tija. Ashtu le të shndritë drita juaj, si do shndritë drita tonë. Kur ecim në mëkat në shkelje të ligjit, apo kur e mbajmë ligjin e Tij që është një dritë, atëre drita jonë shkëlqen, sepse ne veçohemi me anë të urdhrimeve të Atit. Shenjtërimi që në këtë rast që shumë prej nesh nuk e kanë kuptuar. Shenjtërimi do thotë veçim, veçohesh nga mëkati, veçohesh nga errësira, veçohesh nga gënjeshtra. Veçohesh nga frymrat e fallit, që të thonë në këtë rast, masandaj ligji është hequr. Veçohesh prej atyre gjërave, veçohesh nga Babilonia, veçohesh nga bisha, veçohesh nga fejtë e paqes, veçohesh nga ligësitë e kësaj botës, që janë pjesë e frymës antikrist, antimesias. Veçohesh prej tyre sepse po praktikon sabatin dhe festat e Atit. Që të shohin veprat tuaj të mira dhe të lavdërojnë Atin tuaj në qell, sepse po praktikon gjërat e mira, ligjin e Tij që është i mirë. Këto janë veprat e mira, vëlla e motër, që në këtë rast rezultojnë si frutet e mira. Një zemër që do Atin zbaton urdhrimet e Tija. Këto janë frutat e Tija, këto janë veprat tona të mira. Nuk janë veprat të mira në këtë rast japësh një lëmoshë dhe të thyesh ligjin e Atit. Veprat e mira korrespondojnë në këtë rast me ecjen tonë, me bindje ndaj fjalës së Atit, me bindje ndaj urdhrimeve të Tij, ngulmojmë në ligjin e përsosur. Jakovi 1:25 thotë. Na pikërisht do flisnim për Jakov. Çfarë thotë? Fjala, kush është konteksti këtu? Është ligji i Tij. Po i flet 12 fisëve të Izraelit, që ishin shpërndarë, thotë. Ky është restaurimi i bestidhjes që Ati ka vendosur lart emrit të Tij. Është restaurimi i 12 fisëve të Izraelit që ti dhe unë u bëm pjesë tani. Fjala, ligji i Tij, mos jemi në këtë rast dëgjues të fjalës. Cilës fjalë? Fjala është një llampë. Ku është fjala një llampë? Ligji, urdhrimet e Tij. Dhe neve duhet të shikojmë në ligjin e Tij të përsosur, i cili na jep lirinë. Do ecë në lirinë sepse kërkoj urdhrimet e tua. Psalmi 119, 43. Çfarë do të bëjmë? Duhet të ngulmojmë në të. Të ngulmojmë në ligjin e përsosur, që ka kapacitet të restaurojë jetën tonë, shpirtin tonë, na transformon, na heq nga papastërtira, rroba tonë qëndron e pastër. Kur ecën urdhrimet e Atit, jemi berës të urdhrimeve të Tij, të ligjit të Tij të përsosur. Dhe kemi masandaj paqen e Atit, kemi lumturinë në çdo gjë që duart tonë prekin, kemi mbarësi. Psalmi 1, pse flet? Kush mediton në ligjin e Tij të përsosur ditë e natë, do të jetë ajo pema që do japi frutën në stinën. Meditonte tek ligji i Tij. Dhe dëgjojmë asandaj apostullin në Afrikë dhe përmente si që jemi ata fetarët, që do t'i themi ato fjalët. Kush mediton në ligjin e Tij ditë e natë do ketë mbarësi. Dhe asandaj komplet konteksti kundra, kur nuk e zbatojnë urdhrimet e Tij, sabatin e Tij, por ne do ta themi atë që unë të kem atë prosperitetin, atë ungjillin e prosperitetit. Çfarë është vaji, vëlla motër? Çfarë është vaji? Le të shikojmë vajin e Tij. Le ta marrim pak në një moment të marrë varg që të kemi kontekstin. Se morën vajin të shkrimi. Ja ta shikojmë. Morën vajin. Dhe budallashkat kur morën llambat e tyre, dhe morën llambat, ka një kategori njerëzish që kanë urdhrimet e Atit, por
Ato nuk e praktikuan, i kanë në Biblën e tyre, por nuk duan të zbatojnë. Nuk morën me vete vajin, kurse të mençurat bashkë me llambat, bashkë me urdhrimet, morën dhe vajin në enet e tyre. Çfarë është vaji? Vaji ka të bëjë me dëshirën për bindje, vëllezër. Kur kanë urdhrimet në Biblën e tyre, në këtë rast quan bindjen, quan vullnetin, në këtë rast për t'i praktikuar përpara Atit. Levitiku 24, vargu 1-2, në këtë rast Jahu e foli akoma Mojsiu duke thënë: urdhëro bijtë e Izraelit të sjellin vaj të pastër ullinj të shtypur për dritën e shandanit, për të mbajtur llambat vazhdimisht të ndezura. Çonin vaj, dëshira jonë në këtë rast për të praktikuar urdhrimet e Atit. Thuaj bijtë, urdhëroj bijtë që të sjellin vaj lavdjatit. Vaj në këtë rast që ka të bëjë me sjelljen me vullnetin e lirë, lavdjatit. Ullinjt e shtypur janë çfarë? Ullinjt e shtypur në këtë rast kanë të bëjnë me jetën tonë, që në atë në këtë rast godet, sepse do të na shtypi mishin tonë nëpërmjet veçimit, nëpërmjet urdhrimeve, ligjit të tij, Torasë së tij, që në këtë rast masandaj fryma vepron, lavdjatit, dhe e shtyp mendjen tonë mishore, dhe ne me këtë rast i pëlqejmë Atit. Lum ata që kanë një rrugë panjollë që ecin me ligjin e Jahve. Tani, pyetja për ty qëndron: lum ata që e anullojnë ligjin e Tij, apo lum ata në këtë rast që ecin me ligjin e Tij? Lum ata që kanë një rrugë panjollë sepse ecin me ligjin e Tij, është një rrugë panjollë sepse po zbatojnë urdhrimet, fesat e Tij, dhe këta njerëz janë përpara Atit panjollë. Por pyetja qëndron me ata që nuk ecin me ligjin e Atit, si janë? Lum ata që respektojnë mësimet e Tij, që e kërkojnë me gjithë zemër dhe nuk kryejnë të keqen, por ecin në rrugën e Tij, ecin në ligjin e Tij. Ti na ke urdhëruar të respektojmë urdhrimet e tua, thotë Davidi. Me kujdes, o rrugët e mia qofshin të qëndrueshme. 5 virgjëresha që ishin çfarë? Ishin të urta, të rasti pranonin urdhrimet e Atit dhe ndërtuan mbi shkemin. Rrugët e tyre ishin të qëndrueshme në respektimin e statuteve të Atit. Atëherë si rezultat nuk do të turpërohem kur të kem parasysh të gjitha urdhërimet e tua, thotë psalmisti. Do të kremtoj me zemër të drejtë, ndërsa çfarë? Anulloj dekretet e tua, po ndërsa mësoj pe dekreteve të tua të drejta. Ezra çfarë vendosi? Vendosi në këtë rast në zemrën e tij, në këtë rast e vendosi që të kërkonte çfarë ligji thoshte. Pasandaj në këtë rast të mësonte gjithashtu, vendosi në zemër, të praktikonte urdhrimet e Tij dhe fesat e Tij, pasandaj t'u mësonte të tjerëve. Nuk do të turpërohem kur të kem parasysh të gjitha urdhrimet e tua. Do të kremtoj me zemër të drejtë, ndërsa mësoj dekretet e tua të drejta. Urdhrimet e Tij që janë të drejta, janë të përjetshme, japin zgjuarsinë, japin paqe, japin qëndrueshmërinë, japin lirinë, japin jetë. Shpërblim të madh ata që i praktikojnë në Psalmin 19. Si mundet, do të respektoj statutet e tua, mos më braktis plotësisht kur zbaton urdhrimet, fesat e Atit në të mirën të mundshme. Në këtë rast, ke të drejtë për t'u afruar ndaj Atit që ai të mos të praktisi. Dhe kemi provuar në jetën tonë dëshminë e Tij, dorën e Tij, mirësinë e Tij. Si mund të bëjë një njeri rrugën e pastër? Si mund ta bëjë një njeri rrugën e tij në këtë rast panjolla? Si mund të bëjë një njeri rrugën e tij të pastër? Duke ruajtur
në këtë rast me fjalën tënde, me urdhrimet e tua. Kjo vargu i parë në Psalmin 119 që po fles për ligjin e tij, që në vargun e parë një rrugë panjollë ata që ecin në këtë rast me ligjin e tij, me ligjin e Jahve. Të kam kërkuar me gjithë zemër, mos më lër të devijoj, mos më lër që të shkoj në rrugën e gabuar, në mëkatin. Të kam kërkuar me gjithë zemër, mos më lër të devijoj nga urdhrimet e tua. Në momentin që devijon nga urdhrimet e tija, mos andaj je në një zonë jo të mirë. Thehu, në këtë rast edhe fillo të praktikosh festat, urdhrimet e tija, që rruga tënde të jetë panjollë. Rruga tënde në këtë rast të jetë çfarë? E pastër. E kam ruajtur fjalën tënde, ligjin tënd, në zemrën time, urdhrimet tënde, në zemrën time, që të mos mëkatoj kundra teje. Përse? Sepse mëkati e dimë që është shkelja e ligjit e urdhrimeve të Atit. Para Gjonit 3:4. Ullinjtë, për sa i përket ullinjve, e dimë që në këtë rast janë frutat e pemës. Në këtë rast pema çfarë është? Ai ulli i ri është njeriu. Kjo është beslidhja që Ati ka vendosur në Romakëve 11 që na shartovi neve vëllai. Kjo është beslidhja që ne hymë, u bëm një me popullin e Izraelit. Çfarë praktikon në këtë rast? Në këtë rast Izraeli praktikojmë dhe neve. Lere judaizmi. Judaizmi janë sekte më vete. Ata që praktikojnë urdhrimet e Atit sipas shkrimit dhe vendosin shkrimin, jo Talmudin, jo Mishnën. Këto janë librat që në këtë rast kemi ortodoksët, hebrejnë, judaizmi sot, farisinjtë e sotme që ka vendosur këto libra për mbi shkrimin. Nuk ke pjesë me ta, Mesia i qartoi dhe në këtë rast i adresoi hapurës, si në Mateu 15, si në Marku 7. Kjo është beslidhja në këtë rast që neve kemi hyrë me këtë rast nëpërmjet gjakut të Mesias. Atë që tham pak më përpara, kur mediton tek ligji i tij, gjejmë kënaqësinë në ligjin e tij, lavdiatit. Masandaj çfarë jemi ajo pema që mbillet në pranë brigjeve të ujit. Gjithçka që neve bëjmë, masandaj kemi mbarësi, gjethet tona nuk vishken, çfarëdo gjë, situata të jetë, thasira të jetë në vend, në këtë rast ka lullëzim në shtëpinë tënde. Por nuk duhet të ecësh në këshillën e pabesëve. Thot Pietri hapurazi në 2 Pietri 3, thot të mos tërhiqemi nga gabimi të pabesëve. Kush janë të pabesët? Ata në këtë rast që kanë të pabesët, që kanë praktikosur ligjin e tij. Dhe sot është çu, por unë jam kam besimin, unë jam i drejtë tani. Po, vazhdojmë ta shkelim, anullojmë ligjin, festat, sabatin e Atit, pasandaj mendojmë se jemi të drejtë përpara Tij. Drejtësia që ti more në momentin që u pendove nga mëkatet dhe besove tek Mesia, ajo robë në këtë rast u dha roba e drejtësisë. Po ajo robë e pam pak më përpara që duhet të qëndronte çfarë? Panjolla. Që ti të ecësh në urdhrimet në ligjin e Atit, që Mesia eci për 33 vjet, mbajti festat e tija me familjen fillimisht që kishte, masandaj për 3 vjet më vonë me apostujt. Të pabesët, në këtë rast që ti nuk do të kesh pjesë, sepse ata janë si pyku që i shpërndani me era, me çdo lloj erë doktrine, me çdo gjë që dëgjojmë sot. Prandaj të pabesët nuk do përballojnë në gjykimin as mëkatarët, as mëkatarët. Mëkatarët pse? Se po vazhdojnë në mëkat. Ka një rrugë pendimi, ka një rrugë kthimi që ti të mos vazhdosh të refuzosh ligjin, festat e tija. Sepse thot ata nuk do qëndrojnë në kuvendin e të drejtëve, dhe këtu flet për 1000 vjeçarin lavdiatit. Flet për në kuvendin e të drejtëve. Kur të biles, thot, kuvendit të drejtëve, ata që praktikojnë për tani, thot, dhe njëjtën kohë, por dhe në 1000 vjeçarin, atje ku të drejtët në këtë rast kanë marrë trupin ynor, sepse Jahve njeh rrugët e të drejtëve, ata që praktikojnë urdhrimet e tija. Por rruga e të pabesëve, kush ishin? Ata që kishin praktikosur ligjin e tija, çon në shkatërim.
Fjalë të urta 18. Zemër urti pranon ligjin e pranon urdhrimet, festat e Atit, por fjala mani budalla, në të rast që refuzon ligjin, do të rrëzohet, do të çon në shkatërim. Rruga e të pabesëve që kanë braktisur ligjin e Tij çon në shkatërim. Lutem Atit që të kesh një zemër të përullur dhe të mos vazhdosh të refuzosh festat e Tij, urdhrimet e Tij. Fjalë të urta 28. Ata që braktisin ligjin e Atit lëvdërojnë të pabesat. Prapë. Ata që zbatojnë ligjin, i luftojnë ata. Përse? Sepse nuk duan të jenë në mëkat, nuk pranojnë doktrina të re me mendje mishore që duan që të vazhdojnë dhe të futin dhe në grack ata që zbatojnë ligjin e Atit. Njerëzit e keqinj nuk kuptojnë drejtsinë e ligjit, por ata që kërkojnë Jahve kuptojnë çdo gjë, kuptueshmëri të mirë kanë ata që zbatojnë urdhrimet e Tij. Kush zbaton ligjin është një bir me mend. 5 virgjëreshat të zgjuara me mend, sepse zbatojnë ligjin e Tij. Në rast se dikush e kthen veshin gjetiu për të mos dëgjuar ligjin, vetlutja e tij është një gjë e veritshme. Kur e kthen veshin ndaj urdhrimeve, festave, datave caktuara të Atit, që shprehen në Levitikun 23, në Eksodi 12, tani po vjen Pashka në 8 prill, dhe do dalin data në të rast që janë katolikët që nxjerrin, apo do dali judaizmi në Izrael me duke shikuar enën siç bënin paganët. Ato nuk përcaktohen nga kalendari biblik. Kalendari biblik është kalendari i Zadokut, që në këtë rast flitet që në Zanafilla 14, në Zanafilla 1:14, duke shikuar në këtë rast ndriçuesit që Ati ka vendosur në kalendarin e Tij perfekt, lavdiatit. Judejtë që shikojnë sot, dhe kjo ishte mbas internimit, mbas në këtë rast asaj slavërisë së Babilonisë që vajtën për 70 vjet, sepse nuk kishin praktikuar sabatin e tokës, u dolën nga Babilonia, morën masandaj dhe praktikat e tyre, morën emrat, që shikon sot në Izrael ke emrat e muajve që janë nga Babilonia, masandaj ke këte nga krishterimi ke emrat e tyre që janë të planeteve, janarin, marsin, shkurtin e të tjerë me emrat e perandorëve, çdo gjë që nuk ka folur shkrimi. Kalendarin biblik, po ta duash, në këtë rast më kontakto, do dërgoj një kopje dhe shikoje në këtë rast vetë shkrimin, çfarë thotë, me çdo urtësi që na jep dhe çdo gjë që ka folur që në priftëria e Zadokut që do mbahet, thot në shkrimin e Ezekielit 44 në 1 vjeçari, që do të Ati unë jam i pëlqyer për e tyre sepse ata mbajtën statutet e mia, mbajtën urdhrimet e mia, nuk i braktisën, dhe do t'i vej përmbi në këtë rast në Levitit, kur Mesia në këtë rast do jetë këtuja, do t'i udhëzojë çfarë do bëjnë. Sa gjëra të janë keq informuar. Çfarë tha Mesia? Le ta shikojmë këtë varg mas ndaj, lutem Ati, sepse do kalojmë do e mbyllim këtu, por sepse do jetë një pjesë e tretë e shikoj që në Mateu 5, thot shkrimi që në vargu 14, po flisim që drita jonë të shkëlqej, thotë në këtë botë, apo jo. Thot, ju jeni drita e botës, një qytet i ngritur në majtë të malit nuk mund të fshihet. Po ashtu nuk ndizet një qëri për ta vënë nën babunë, por për ta vënë mbi shandan, lavdiatit mbi menorën, dhe do t'ju bëj driteve të gjitha atyre që janë në shtëpi. Ashtu le të shndritet drita juaj përpara njerëzve, si do shndriti drita tona, do jetë me anë të sjelljes juaj, çfarë ju praktikoni. Ajo është drita juaj përpara njerëzve, që të shohin veprat tuaj të mira dhe të lavdërojnë Atin tuaj që është në qiell. Masandaj çfarë thot Mesia? Menjëherë mbas
në këtë rast dritës që thotë ligji është dritë në fjalë të urta 6:23. Çfarë thotë? Mos mendoni se unë erdha për të shfuqizuar ligjin apo profetët. Tani, vetëm kjo që kam bërë unë në të verdhë. Vetëm ky varg, në vargu 17, gjysma e vargut. Tani, kur mbreti i lavdisëm, Mesia Jashua në këtë rast, shpëtimtari tënd, thotë që mos mendoni se unë erdha për të shfuqizuar, thotë. Dhe thotë prapë, thotë, unë nuk erdha për të shfuqizuar. Gjende, thotë. Po erdha për ta plotësuar, për ta predikuar, se fjala është plero po ta shikosh për ta zbatuar në këtë rast në kontekstin e dur, thotë të ligjit, thotë. Unë nuk erdha për ta shfuqizuar, si sot shumë e bejnë. Më thënë, sot kanë kaluar përmbi Mesian, pastorët në këtë rast që shikon që po ato gjëra nuk janë të shja, ligji nuk është me për neve. Ne kemi në këtë rast, jemi përmbi Mesian. Ne kemi parë në këtë rast teologji që na kanë thënë dhe neve kemi konkluduar, kemi përfunduar që tani neve i anullojmë në këtë rast ligjin dhe kemi besimin. Neve kemi besimin dhe mjafton të kemi besimin. Në të vërtetë, po ju them, thot Mesia, derisa qielli dhe toka të kalojë, asnjë pikë, asnjë jote e ligjit nuk do të kalojë. Përse përmendet në fjalë të urta 6:23 që ligji është një dritë, e ka fjalën kur ti ecën në urdhrimet e ligjit lavdjatit, atëre ti do kesh dritën në shtegun tënd dhe do shndritë drita tënde përpara njerëzve, për të bërë dritë të gjithë atyre që ke në shtëpi, që ke në asamble, që ke në qytet, në fshat, apo kudo që ti jesh. Sepse je veçuar me anë të urdhrimeve, me anë të ligjit, që Mesia po thot mos mendoni, thot një gjë të tillë, thot. E po i fliste farisejve që kishan anulluar ligjin. Dhe këtu akoma nuk kemi fillimin që nuk ka filluar shërbesa e tia. Kur zbriti nga mali, fjalët e para në këtë rast që para se të zbriste nga mali, biles, çfarë i tha Satanit? Është shkruar që njeriu do të rojë me çdo fjalë që del nga goja e Elohim. Ku ishte shkruar? Ishte shkruar në ligji për trirët e 3, që njeriu do të rojë me çdo fjalë që del nga goja e Jahve. Masandaj dy tundimet e tjera prapi i përgjigjet me ligjin, në këtë rast që ai vetë po ta thotë, që unë erdha për ta predikuar lavdjatit, për ta mësuar, se ishte në këtë rast kur e prifti i përsosur, që ati kishte vendosur për ta predikuar dhe për ta mësuar të tjerëve, sepse kishte takuar, kur erdhi Mesia, një zyrë të korruptuar, të kryepriftit në këtë rast që e kryqëzoi me gjithë farisejtë me këshillin e Sinedrit, që ishte asaj kohë. Pikërisht mbas ligjit në vargun e 19, siç thashë, ai flet thot për urdhrimet, sepse janë pjesë e ligjit. Ai që do të shkeli një nga këto urdhrime më të vogla dhe do të ketë mësuar njerëzve, do të quhet më i vogli në mbretërinë e qejve. Tani, këto urdhrime më të vogla, kur neve anullojmë ligjin, atëre si mund të mësosh të tjerëve për të qenë pjesë në këtë rast më i vogli në mbretërinë e qejve? Se për të patur diçka, duhet ta dish, duhet ta kesh për vete fillimisht që do ta mësosh të tjerëve. Kurse ai që do vërë në praktikë urdhrimet në këtë rast dhe do ta mësojë të tjerëve, do të quhet më i madhi në mbretërinë e qejve. 1000 vjeçari, Jeruzalemi i ri, ku Mesia do jetë këtu, mbi malin e ullinjve, për t'ja mësuar ligjin kombeve. Në Jeshaja 2-3, do ta shikojmë më vonë, e shikojmë që tani, se është një varg shumë i fuqishëm. Prandaj po ju them se në qoftë se drejtësia juaj, për të qenë të drejtë në këtë rast në rrugën tonë, duhet të zbatojmë urdhrimet e Atit, për të qenë në këtë rast në drejtësinë e Tij, çfarë duket e drejtë në sytë e Atit. Në qoftë se drejtësia juaj nuk është me lartë atyre skribëve, farisejve që unë në këtë rast i adresova hapur, thot, nuk do të hyni fare, thot, gjithashtu thot, në mbretërinë e qejve. Dhe sot mendojnë shumë sepse janë më të lartë se skribës e farisejtë, ndërkohë po bëjnë të njëjta gjëra që bënin ata. I ke komplet kultet që janë formuar që në Shqipëri apo jashtë me çdo manipulim të shkrimit. Dhe mjafton të dëgjosh 5 sekonda në klasë vrapon,
vrapon nga vetëm nga çfarë del. Nga ajo boshleku, sepse nëse nuk flasin sipas ligjit dhe dëshmisë, do të isha ja, e tha veti sa i atejtë, është sepse nuk ka dritën në ta. Prandaj nuk i pëlqen kur i flitet e vërteta, sepse mishi nuk do të praktikojë urdhrimet fesat e Atit, në mënyrën më të thjeshtë. Është i mashtruar nga mëkati e shkelja të ligjit. Pikërisht kur flet për zemrën e përullur, nëse nuk ktheheni dhe nuk bëheni si fëmijët e vegjël, të praktikoni urdhrimet e mia, thot Ati, avash, thot, restauron jetën tënde, ngulmon, thot, heq çdo rrenjë, heq çdo burim që në këtë rast të çon në mëkat, thot, largohesh nga kënaqësitë, largohesh nga miqësitë, vëlla, që nuk janë të kësaj, në këtë rast, që nuk janë të shkrimit, që janë të kësaj bote. Kur ata nuk praktikojnë urdhrimet, festat e Atit, kur nuk e njohin radhë të parë Mesian, ç'pjesë ke ti në? Kur ajo asamble, në këtë rast, nuk do t'ja di për ligjin e Atit, çfarë festa po praktikojnë atje? Praktikojnë festat pagane. Do praktikojmë pejmën. Ku e shkruajtur që Mesia na la për një pejmë? Do praktikojmë në këtë rast çfarë na thon katolikët. Ti drejtohesh në këtë rast nga festat katolike, o do marr komunionin, do marr në këtë rast darkën, do marr çik bukë, do marr çik lëng rushi, çik lëng pjeshke, dhe ja, pastaj do bëj ekzaminimin. Ajo që nga Pashka? Ato janë mënyrat katolike. Pashka Ati në këtë rast është përcaktuar në Eksodi 12, që Mesia praktikoi për 33 vjet me apostujt në këtë rast që e praktikuan më shumë prej tij, sepse jetuan më gjatë. Kur apostulli Shaul pali, thot, që ecte bindur ndaj ligjit në Veprat 21, dhe thot apostulli Jakobit, kur deklarimet të tilla dalin dhe janë pjesë e shkrimit, motrat në Luka 23 ishin duke praktikuar sabatin, në këtë rast në Efesës e bukës Pamaja, pushuan në sabatin sipas urdhrimit, vargu 56. Ato vargje në këtë rast nuk duan të hyjnë në zemrën tonë me. Në qoftë se nuk bëheni si fëmijë të vegjël, nuk do të hyni fare në mbretërinë e qejve. Kujt po i fliste Mesia këtu? Po i fliste personave në këtë rast që njihnin Atin, kishin besim tek Ati. Le ta shikojmë atë Isaia. O para se të kalojmë atje. Nëse se mund të themi që nga dalin këto vargje. Lexoje, vëlla motër, lexoje nëse ke ndentur deri tani Ati të bekoft, por nëse dikush pranon të mendojë që ligji përsosur, i mirë, i drejtë, i shenjtë, Romakës 7:12, ku atje janë vendosur urdhërimet të Atit të vërtetë Elohim që Mesia praktikoi dhe apostujt na lanë dëshmi. Ti po në këtë rast nëse mendon që është hequr, atëre po implikon dhe deklaron që Mesia, që ai e mbajti e përdori në jetën e tij duke treguar për sosmërinë dhe bindjen ndaj Atit. Por tani në këtë rast e hoqi, siç thua ti, mbas ringjalljes së tij, atëre ti po implikon që Mesia që eci në përsosmërinë na thot neve që të eci në paudhësi, me pak fjalë. Duke qenë që mëkati është shkelja e ligjit. Mëkati është shkelja e në çfarëdo urdhërimi. Domethënë Mesia eci në rrugën e Atit, i pëlqyer në rrugën që Ati kishte vendosur për te, dhe e praktikoi në përsosmërinë, duke qenë pa mëkat, nuk e shkeli ligjin e tij, urdhrimet e tij në asnjë pikë. Mbas ringjalljes së tij, në këtë rast Mesia na tha që neve duhet ta shkelim ligjin. Tani është hequr, ti nuk ke nevojë. Tani ec në mëkat, ec në paudhësi, me pak fjalë. Te po implikon asambleja në këtë rast duke deklaruar që ligji i tij është hequr. Ja po e le këtu, që të meditosh. Nuk e di a ka akoma një fije ndërgjegje të pastër.
kur Mesia na thotë që të ecim në gjurmët e Tija, në këtë rast na la një shembull. Kurse shembulli që sot ndjekim kundra, a nuk e përmendëm pak më përpara? Që unë tha nuk erdha për të shfuqizuar as ligjin as profetët. Unë e praktikova atë ligj, thot. Unë eca në përsosmërinë e atij ligjit. Masandaj, për neve që janë ka diçka tjetër, neve do ta shkelim atë ligj. Po si do dim neve të ecim në rrugën për të pëlqyer Atit? Mendja mishore nuk mund t'i pëlqejë Atit. Romakëve 8, vargu 8. Ne u penduam nga mëkati që shkelja t'i ligjit kohë më përpara. Masandaj mbasi neve u vulosëm me frymën e shenjtë të premtimit, për premtimin që po vjen. Masandaj neve duhet të vazhdojmë ta shkelim atë ligj. Kur anullon, kur e heq, masandaj është pa udhësi. Vëlla motër, mos mendoj gjëra të tilla. Vetë Mesia po thotë që mos mendoni. Po është një gjë e mirë të zbatosh urdhrimet, festat e Atit të vërteta, jo ato që praktikon sot kisha tende. Nuk besoj se ka një asambleje në Shqipëri që të eci në festat e vërteta të Atit. Apo të di çfarë është sabati, çfarë thot Ati, çfarë duhet të bëjmë në atë ditë. Mos shesësh, mos blesh, mos punosh. Pusho, thot, se sabati në këtë rast është berë për njeriu që ti të pushosh ta Mesia. Lutu që ikja juet mos jetë, thot, as në dimër, as në ditën e sabatit, në Mateu 24. Biles kur flet dhe për rrethprerjen lavdjati dhe thot haprazi, në Gjoni 7, thotë ju, thot i farisinjve, thot, e rrethprerni njeriu në sabat që të mos thyet ligji. Kurse unë shërova një person, thot, në sabatin dhe në këtë rast thot jeni të zemëruar me mua, këto janë urdhrimet e Tija. Ky është mbreti i lavdis që po flet, në shkrimin që ti e ke përpara. Por puna është që nga që neve jemi mësuar në rrugët e gabuara, nga teologët në këtë rast që kanë anulluar dhe duan të ecin në paudhësinë me mendjen e tyre mishore, të drejtojnë ty në gropën, në këtë rast duke qenë ata të verbër, dhe po të marrin e ty. Ti në këtë rast dëshiron të jesh i urtë, të zbatosh urdhrimet e Tija, zemër urti i pranon urdhrimet, po fjala mani budalla do të rrëzohet. Ti dëshiron të rrëzohesh në këtë rast në atë ditë të mbyllet dera ndaj këtyre vigjëreshave që sapo pamë, në këtë rast budallaçka që nuk don të zbatojnë urdhrimet e Atit, apo do të jesh i urtë për të marrë jetën e përjetshme. Përse flasim në Zbulesa 22? Në këtë rast thotë, luma ai që zbaton urdhrimet e mia, thot Ati, që të kenë të drejtën për në druri jetës për të hyrë në portat e qytetit. Ati pas mëshirë, Ati pas mëshirë, nuk di çfarë të themi tjetër. Ati pas mëshirë për gjërat që dëgjojmë. Do praktikohen urdhrimet, do deklarohen, do flite, do predikohen. Kush ka vesh, do dëgjoj, se sot e në atë ditë, thot, që të mos dëgjoj disa për jush. Që të mos ecim në paudhësinë, se paudhësia masandaj të le jashtë të portave të qytetit. Lutem Atit, vlla motër, shpërndaje, merr rrugën tënde në këtë rast, shikoj rrugën ku je, sepse urdhrimet e Tija nuk janë hequr. Festat e Tija në këtë rast të vërteta që thuhen në Levitiku 23 janë për ne. Eksodi 12 është për tyne. Jemi bashkuar në këtë rast Efesianët 2, jemi bërë një me popullin e vërtet të Izraelit, jo me sektet të farisinjve, jo me sektet të dominacioneve që ka krishterimi. Largohu prej tyre, dil nga kjo Babiloni e bishës së papës, të kalendarit gregorian, që është Gregori ishte papa në këtë rast në 1582. Papa Gregori 13, me muajt paganë, me Janusin, me shkur, me Mars, me çdo lloj praktike pagane, të adhurimit të diellit, prandaj ta kanë vendosur dhe ditën e diellit. Ati pas mëshirë. Shalom, gjithsesi do kemi pjesën e dytë në vazhdim, në ditën e vazhdim dhe pjesën e tretë për lavdi të Tija. Haleluja.